ajo që nga vokale më të mira dhe më të mëdha që kemi në Shqipëri dhe për mua e meriton çdo sukses që ka pasur, çdo çmim të parë që ka marrë dhe është një nga ato artistë që meriton edhe çmimin e parë kur nuk e ka marrë dhe ka kaluar tek çmimi i dytë. Është Elhajda Dani. Të pëlqeu hyrja? Ishte shumë e bukur. Po sepse edhe në çmimet e dyta në fakt 2 herë që mbaj mend ka qenë te kënga magjike edhe që ke marrë çmimin e dytë. Pavarësisht me gjithë respektin për fituesen e atij festivalit, ke qenë me këngë ngrirë, më duket. Një super këngë që ne të tërë si staf, unë kam qenë skenariste atëherë, u mërzitëm shumë. Sepse ishte një super këngë dhe pastaj qelluam prapë se ne her pas here kemi jemi kryzuar. Jemi kryzuar, donjëherë jo mirë. Vërtet. Donjëherë jo mirë, por edhe në Star Academy do thoya. Në Star Academy kam qenë para teje, skenariste. Jo, edhe në Dancing with the Stars që çmimi i parë fakt për performancën që bërë ishte joti. Tash njerëz do pyesin, aty ishe pse si ave, është histori e gjatë, histori e gjatë. E kemi folur, po, i kemi mbyllur ato. Histori e gjatë, po realisht dhe unë mbaj mend dhe ai ka qenë e vërtet pavarësisht çmimit dhe dua ta them edhe publikisht, por performanca jote moderne, ishte performanca e tretë në finale. Kërcimi modern, ai ka qenë nga performancat më të bukura që mund ta ketë bërë një si thua amator, sepse nuk e filluar me balet apo jo. Jo, absolutisht. E filluar me balet, ai është një performancë, fjala dritëruse ishte pak, edhe unë aty kam qarë. Mbaj mend shumë mirë, më ke prekur shumë kur ke qarë. Ishte fantastike. Po prap dole dyta, po gjithsesi Elhajda ti je në rregull. Unë jam mirë. Je mirë. Unë vazhdoj. Tani ke veshur të xhaketën shumë të bukur. Sepse po mbuloj diçka poshtë, se është aq një dekolte aq e madhe, sa nuk e di, dekolteja mund të shkojë deri tek gjunjt, kam përshtypjen. Nuk e di çfarë më thot truri kur e vesha. Jo, është e bukur, po nga xhaketa më erdhi edhe roli yt tani është për vitin e dytë je drejtoresh artistike në RTS për festivalin. Vitin e kaluar ka qenë një festival që është lavdëruar shumë. Përpos fakti që ishte një festival që mua më pëlqeu diçka shumë që dua edhe të përgëzoj dhe diçka që unë e thash edhe kur isha në RTS kretrasisht e thash në mikrofon, që është shumë e rëndësishme që kush ta marrë festivalin mos ta marrë me idenë që dua të bëj festival dhe dalë emrim, që e kam bërë unë kështu. Sepse her pas here çfarë ndodh me atë festival, e marrin njerëz dhe duan të identifikojnë me veten festivalin. Pa nuk është festivali i njërit, nuk është festivali i Elhajdës, nuk është festivali askujt që ka qenë më parë, është festivali i popullit. Domethënë populli aty bëhet shumë agresiv kur njeriu do ta përvetësoj, sepse para se shumë njerëz që kanë qenë aty kanë lindur, ka ekzistuar ai festival. Ka ekzistuar për gjyshrit, ka ekzistuar për prindrit, pra është një festival historik. Dhe më pëlqeu që ti bashkë me stafin, duhet ta them Redi Treni se dua shumë regjizorin dhe shumë të tjerë që s'po i veçoj tash, por që ka qenë një staf, bët një festival që kishte identitetin e festivalit, një festival në respekt të festivalit dhe të popullit. Dhe kjo ishte shumë e rëndësishme. Dhe pastaj përpos faktit që kush doja unë të fitonte personalisht, ishte apo jo Mikesha, gjithsesi ishte një festival që tregoi që dhe qetësoi njerëzit që mund të fitoj edhe një njeri që populli e do. Një artist që populli e do. Është vërtet. Të falenderoj shumë për vëmendjen që i ke dhënë festivalit vjetshëm, sepse ishte pikërisht qëllimi im dhe i yni i krejt stafit që festivalit mos ishte i Elhajdës, festivalit mos ishte i Shpëtim Saraqit, Alfred Kaçinarit, i Redi Trenit apo i Zefinës. Festivali duhet të ishte i popullit, ndaj edhe unë u bëra shumë aktive në rrjetet sociale, gjë që unë nuk e kam diçka timen, por e ndjeva të detyrueshme të bëhesh aktive në rrjetet sociale dhe të bëja pyetje, kë doni këtu, kë doni ashtu, kë doni të ftuar, dhe doja t'i bëja sa më pjesë të festivalit në vitin e parë të festivalit, sepse e doja që festivali është juaj njerëz, kështu që hajde bëuni aktiv edhe hajde ta bëjmë ato që jemi ankuar gjithë këto vite që s'është më. Le ta bëjmë tani, unë nuk kam asnjë lloj problemi, unë nuk dua që emri im të njihet sot. E kam kaluar atë fazë, e kam kaluar me të mira, me të këqija, nuk ka problem, ky ishte fati im, e ke parasysh dhe nuk ndalon këtu, nuk ndalon pikërisht në festival, do vazhdoj akoma më tutje.
Kështu që hajde të bëjmë një festival me dashuri dhe këtë gjëja kam kërkuar të gjithëve në staf, i kam thënë hajde ta duam shumë festivalin. I kam thënë gjithë të lutem duje festivalin sa e duan. E di që e keni bë 5 herë, 10 herë, e keni bë aq shumë herë sa ju ka ardhur ke hunda ndoshta, jeni lodhur, po unë për mua është hera parë. Unë e dua shumë. Unë jam rritur kur mami më këndonte këngët që dilnin nga festivali dhe i mbaj mend ato këngë. Kështu që të lutem duheni sa e du unë festivalin edhe ta shohim si po ja dalim. Edhe ja dolëm me sukses, besoj sa këtë vit kemi frikë si do ja dalim këtë vit, sepse shumë emra të rinj kishin, shumë emra të rinj. Ndoshta i ka frymzuar çike edhe fituesi, çka ka ndodhur? Absolutisht. Besoj që ka ndodhur pikërisht diçka që më shton të mos thuhet për në mënyrë të jem politically correct. Të mos thuhet fakti që nëse vjet nuk fitoi një emër big që gjithë populli priset që mund fitonte, dhe fitoi 2 të rinj emergjent, që edhe aq emergjent nuk ishin, sepse ata kishin edhe vite që këndonin në vende underground të Tiranës, edhe në Itali, edhe të Tiranës, po. Unë nuk i njeh personalisht, i kam njohur në festival, po kishin njerëz që i njihnin dhe ndodhi pikërisht që këtë vit shumë të rinj morën besimin më në fund që të vinë festival dhe të bëjnë materiale shumë të mira dhe kanë sjellur disa materiale me të vërtet unë kur i gjoj them janë me të vërtet do ndodhin ndonjë lloj revolucioni këtë vit, se s'ka mundësi. Ndërsa bigët nga ana tjetër janë më pak sepse ndoshta kanë frikë, ndoshta është më e frikshme kjo ide. Po, ndodh ajo se të shohësh, po, absolutisht. Atë që ndodhi vjet, edhe unë kam përshtypjen që shumë big do thonë si dihet tash. Nuk i dihet tash, mund të vinë njëri dhe të na kapi nga situata nga duart dhe and it's fine, you know what? Brezet ndryshojnë, Elhajda do fitoj gjithmonë, ashtu siç nuk kam fituar gjithmonë, siç edhe shumë emra të tjerë big nuk do fitojnë gjithmonë, sepse duhet të ndërrohet pak edhe sistemi, edhe në muzikë, edhe në art duhet ndërrohet sistemi, duhet vinë të rinj, duhet bëjnë muzikë të re, duhet të revolucionohet. Ti tani sapo më tregove një video të Rosalias, ajo ishte çmenduri, diçka që duhet na frymëzojmë, që të ecim dhe të bëjmë gjëra të reja sa më shumë. Dhe nuk do jemi gjithmonë ne brezi 30 e sipër që do i bëj këto, do jenë ai brezi pak më i ri kam frikë. Po. Është e vërtet, në fakt është e çuditshme, është gati edhe pak komike, fakti që për shembull shumë big kanë qenë revoltuar ndër vite për festivalin, për faktin që mendonin që ato fituesi është zgjedhur para muajsh, dhe tashmë që u erdhi një shans që të konkurrojnë, pastaj aty të riqen. Është e vërtetë. Gjatë gjithë verës kam patur telefonata. Elhajda, je prapë ti drejtoresha artistike? Po. Jam prapë unë. Sa mirë, sepse vjet ishte një festival shumë i drejtë, ne jemi shumë të lumtur, më në fund po bëhet drejtësi, edhe për mua ishte okay, faleminderit. Nëse ti më garanton që ka drejtësi dhe nuk do bëni hile, unë do ta sjell këngën time. Edhe unë i thoja, wow, amazing, sille këngën, aq më shumë. Ka shumë këngë këtë vit, ka? Kanë marrë pjesë 120 këngë në audicione, gjë që nuk ka ndodhur asnjëherë në asnjë audicion të festivalit. Asnjëherë në asnjë audicion të festivalit RTS. Maksimumi që rekord, domethënë. Për të thënë që është një rekord të festivalit RTS, 120 këngë. Po, është një rekord. Dhe prandaj për komisionin i cili duhet të zgjidhte këngët në ato 2 ditë, 28 këngë në ato 2 ditë ka qenë goxha e vështirë, po besoj ja kanë dalë me sukses. Shpresoj të mos kemi lënë këngë të mira jashtë, por mund të riprovohet sërish vitin që vjen. Kështu që po thoya që telefonatat vazhdonin nëse nuk bën hile Elhajda, unë do ta sjell këngën. Unë thoya të premtoj nuk do bëj hile. Rri qet, nuk do bëj asnjë hile. Edhe pastaj më merrnin në telefon pas 2 ditësh dhe thonë Elhajda, unë e bëra këngën. Po, është aq e bukur Elhajda, sa meriton çmim të parë. Okej, tani. Mirë. Shiko, është gatuar i tillë sistemi që sado që ne ankomi jemi brenda sistemit, është si puna e korrupsionit të madh dhe korrupsionit të vogël, që jemi përfshirë të në korrupsion. Edhe kur policin nuk na kërkon lekët apo mjeku se kërkon lekët, i nxjerrin vetë. Kështu që brenda kësaj gjës është edhe kjo filozofia është për çmimin e parë. Që mërziten, po është e vështirë ti jesh e drejtë. Është shumë e vështirë. Kjo që po do të bësh ti. Por unë shpresoj të jem. Me fjalë, shpresoj të jem e drejtë, me të vërtetë, shpresoj të mos jetë një eufori e imja
që beson që po bën namin duke bërë drejtësinë thonjza dhe pastaj kur kalojnë ca vite kupton që ndoshta ka gabuar ose ka marrë në qafë shumë njerëz, po besoj që njerëzit që kam unë rrotull dhe rreth të më lejojnë të bëj gafa të tilla. Shpresoj të jem e drejtë, ama. Vitin e kaluar kishe shumë vëmendje ndaj festivalit dhe nga drejtuesi, tashmë për herë të disat ka ndryshuar prapë drejtuesi në RTS. Dhe RTS-ja që për hir të së vërtetës, përpos faktit që në televizion dhe në televizion e lidhi me argëtimin, e lidhi me informacionin, është një institucion, është një administratë. Administrata është tjetër gjë nga privati. Do të thënë gjithë mjafton të shohësh ndërtesën, edhe tërë zyra ku kalojnë gjërat, jo me firma, jo me nuk e di si e përballur me këtë. Mbaj mend një producente shumë të njohur që tha Talina tha asnjë nuk ka fuqi aty mbi RTS-n, domethënë ai është si një ujk i vjetër, një ujk plak që është të bën një rezistencë shumë të fortë, nuk e di si e ndjer ti. Ka një rezistencë, edhe në energji ka një rezistencë kur futesh në korridoret e RTS-s. Kjo është e vërtetë. E kam ndjerë që në vitin e parë që u futa, mu dha e gjithë liria për të bërë festivalin si ta doja unë, ama e shifja çdo ditë me shkresa, me kërkesa, jo po për të bërë këtë ndriçimin e llampës të verdhë, jo të bardhë, duhet bërë shkresë drejtori, do të thënë gjithçka është shumë e ngadalt. Dhe kjo është diçka që mund të jetë frustruese për dikë që është mësuar të ecë me ritme shumë të shpejta dhe të prodhoi akoma dhe ka mendjen të prodhoi diçka më të madhe se sa ajo llampa. Por në fund të ditës besoj se është e drejtë sepse është një institucion i cili mbahet nga taksat e shqiptarëve. Kështu që duhet të jetë gjithçka e mirë llogaritur besoj. Kështu që ato shkresat janë të nevojshme sepse në fund të ditës shqiptarët kanë kërkesat e tyre sepse kanë të drejtë, kanë kërkesa drejt një institucioni që e mbajnë ata. Tani edhe në ndërtimin e Eni Vassilit është i njëjti përkushtim si është ndaj festivalit, është e njëjta vëmendje? Nga unë dhe stafi im patjetër që po. Madje edhe akoma më tepër sepse duam që ai suksesi i vjetshëm të mos jetë i rastësishëm, siç e thash, duam që të provojmë që nuk patëm sukses sepse u mblodhën yjet. Patëm sukses se punuam dhe po bëjmë të njëjtën gjë edhe këtë vit. Karriera edhe është e jashtëzakonshme. Për momentin ti je pjesë e castit të një nga prej musicalëve më të famshëm në botë. Ne këtu nuk na vjen shumë lajme nga musicali, por nëse futen njerëz janë të interesuar është Notre Dame de Paris, përveç se muzikën e njohim, ka një sukses të jashtëzakonshëm dhe ti sa shfaqje bën në vit? Unë në vit, 100. Ti Esmeralda ta theksojmë, Esmeralda është personazhi kryesor për ata që nuk e dinte Notre Dame de Paris. Është vajza, është historia e dashurisë për të cilën vriten njerëz edhe dashurohen, vritet dhe ajo, po. Spoiler alert. Vritet po. Dhe është një super shfaqje. Është një mrekulli, është një shfaqje që ka fituar Guinness, nuk e di disa herë, por shikueshmërinë më të lartë në spektator në gjithë botën. Shkruar, kompozuar nga Ricardo Cocciante dhe teksti nga Luc Plamondon, i cili ka shkruar gjithë jetën e vet për Celine Dion, kështu që ndihem më se me fat të jem roli kryesor i kësaj shfaqje dhe ta mbart në të gjithë botën në gjuhën franceze dhe kur kthehemi në Itali të jem prap lideri në rolin e Esmeraldës në gjuhën italiane. Jam një ndër personazhet më dashuruara të botës musicalit dhe çuditërisht është aty ku unë kam gjetur pak edhe vetbesimin tek unë si femër, sepse duke fake it till you make it, duke fake it all the time on stage, që t'jem e bukur, që t'jem seksi, që t'jem e besueshme që këta meshkuj më duan realisht. I had to fake it even more çdo natë, edhe u zhova një ditë dhe besova dhe por është me vërtet një ndër personazhet më të dashuruara në historinë e romanceve, musicaleve etj. Dhe ka 8 vite që unë jam pjesë e kësaj kompanie botërore. Jam kurioze sepse ne nuk kemi eksperienca të tilla, patjetër që gjithë këngëtarët kanë eksperienca që këndojnë të njëjtën këngë të tyre për 20 vjet, derisa nuk duan ta këndojnë më, por të tilla eksperienca kanë kryesisht tenorët dhe sopranët, që kemi në të famshëm botë, që mund të shkojnë me Traviatën për vite me radhë, mund ta çojnë diku, por edhe musicali është i njëjti, pra kur shkon në përbot,
e zëm në West End në Londër apo në Broadway, mund të shohësh Aidën që ka 20 vjet apo 30 vjet që jepet, Mbreti Luan, Lion King që kanë 30 vjet që jepen, Fantazma e Operas. Domethënë ndrohet kasti, por dhe 8 vjet është goxha eksperiencë me një rol. E para se doja të nisja pyetjen sa performanca bën në vit. Jam kurioze për këtë agjendën tënde se e di që ti ikën prap me njëherë mbas festivalit dhe këtë bën gjithmonë. Sa mbaron ikën direkt. Është vërtet. Ke një shfaqje në Paris apo jo? Kam disa shfaqje në Paris, me datën 20 është finalja e festivalit këtu në Pallat Kongreseve dhe me 21 dhjetor un jam në Pallat të Kongreseve, jo këtu në Paris për që është debutin. Shumë domethënë është e famshme. Patjetër, është një ndër ambientet më të bukura, më të famshme të Parisit për të luajtur çfarë do lloj vepre. Dhe ndodhem atje deri me datën 4 janar. Pastaj pas asaj do nisem për Shanghai, sërish me Notre Dame dhe pas asaj do jem në Milano. Shiko, herën e fundit që folëm bashkë neve, jo për intervistë, po flisim për diçka tjetër. Ti ishe më duke në Shanghai, ishe një herë apo ku ishe? Në Azi, ishe në tetor? Në tetor kam qenë në Seul. Në Seul, ishe në Kore. Po, isha në Kore. E dua shumë Seulin, është i mrekullueshëm. Seuli, po. Edhe Shanghai më thej që është. Edhe Shanghai, shumë nice. Jashtë kësaj bote fare. Kina është jashtë kësaj bote fare, sepse siç po thoja në një bisedë tonën, ti je në Shanghai dhe shumica prej nesh një Shanghai, një Pekinin, janë dy botë të cilat me qëra fjala nuk kanë lidhje me njëra tjetrën. Pekini është shumë i vjetër, shumë klasik, ndërsa Shanghai është modern, është drita, është skyscrapers, është diçka e paparë. Po dhe teknologjia atje një teknologji e frikshme. Edhe ti bën një udhtim për 1 ore me tren, edhe ndodhesh në një fshat që mund ta quash. Nuk e di as emrin dhe nuk do t'ja mbaj mend as emrin, dhe dham shfaqje atje 1 javë rresht. Edhe kur mbërritëm në këtë fshat, kam parë një ndër qytetet më të bukura të jetës sime dhe nuk e kisha dëgjuar as emrin ndonjëherë në jetën time. Dhe të mendosh që ne mendojmë që Kina është vetëm Shanghai ose Pekini ose ndonjë qytet tjetër pak më i madh, por në të vërtetë Kina është out of this world. Me fjalë, teknologjia aty është shumë lart. Është një superfuqi. E duan shumë të shfaqen në Aziz, se shkon shumë në Aziz, si janë? Si janë këto fansat e Aziz? Janë shumë të dashur, janë shumë dhurata bërës, nëse më thuhet. Në kuptim? Në kuptimin që për respekt ata të dhurojnë shumë nga lulet tek suvenirët e tyre që mund të jenë të Kinës ose të Kores, të dhurojnë edhe gjëra të tjera më ekstra që më ka qelluar, po lule, dhoma hotelit tim është gjithmonë plot me lule, plot me lule, dhe është diçka që unë e shoh që më duket shumë e bukur, sepse është një vlerësim. Dhe janë shumë të kujdesshëm, nuk të bezdisin asnjëherë. Domethënë, nëse duan të kërkojnë një foto, janë please, can I take a picture? Janë shumë të edukuar dhe është diçka që nuk mund t'i thuash kurrë jo, asnjëherë. A i kujton premierën e parë me Esmeraldën? Po, ka ndodhur në Paris në Pallat Kongreseve para 8 vitesh. Oh my god, unë nuk e njeh frëngjishën akoma. Ricardo Cocciante ka patur një besim prej të shmenduri me mua, sepse unë mora rolin e dytë si Esmeralda, sepse nuk fitova dot parin, sado që bëra një vit audicione etj, u përgatita. Prap nuk meritoja të fitoja të parin, nuk isha gati. I agree with that. Duhet punoja më tepër. Fine. Edhe kur më dhan rolin dhe rastin të dalë në skenë dhe të këndoj për herë të parë Esmeraldo në Pallat Kongreseve përpara nuk e di sa njerëzve, në frëngjisht kam gatëruar tekstin 2 herë në ca momente dhe Edhe në Paris. Edhe në Paris të marrin vesh se hajde në Kinë. Po, tamam. By the way, më ka ndodhur edhe në Kim. Po jam mërzitur nuk e mbaj mend, duket bukur gjithsesi. Ndodh. Prandaj kërkojmë gjithë që të mos filmojnë gjatë shfaqjeve, se mund të kenë gjithmonë aksidente të tilla që njeriu nuk do që të ngelet në internet, të lutem, sepse jemi njerëz, bëjmë 9 shfaqje në javë dhe ndonjëherë ndonjëri nga ne mund të jetë jo 100%. Ajo 100% që fakt është e rëndësishme dhe unë kam dëshirë që kur ul artist këtu ta theksoj këtë gjë, sepse
njerëzit shohin vetëm një orë ose shohin një klip. Një klip ku njerëzit janë veshur bukur, artistët, apo shohin një performancë në skenë me drita me gjëra dhe nuk e din se çfarë ndodh pas. Dhe sidomos kur ke shfaqje të tilla ku ti padyshim ke edhe një double, ke edhe një person tjetër apo jo? Patjetër. Po, patjetër, ke edhe person. Patjetër. Por kur ti, do të thënë, kur ke kohën tënde, shfaqjen tënde që duhet dalë performancën tënde, duhet të jesh gjithkohë në top sepse ai njeriu që të shef ty atë ditë që ka ardhur ka prerë biletën, nuk e di sa kushtojnë biletat për Esmeralda? Minimumi 100 euro sipër. Që ka marrë 100 euro, që ka rezervuar prej kohësh, se besoj që është dhe sold out në shumë. Në gjithandej sold. Gjithandej sold out. Atëherë ai nuk do t'ja di fare. Kjo është besoj një nga mësime që ju merrni, nuk do t'ja di fare se kush ka nga se çka keti, po. Ka nga ata aktorë që janë më moshoqarës dhe thonë, hey, kjo është ajo që mund t'jap sot dhe këtë do t'jap sot. Ka nga ato karaktere që jam unë, që nuk t'ja fal vetes gjallë në botë nëse unë nuk jam 120%, nuk ja fal dot vetes. Më ka ndodhur patjetër, por kam qarë, jam mërzitur, nuk ja fal dot vetes. A kujton një moment që ke pas shumë të vështirë, që ke shkuar kështu me si thua, kur kishe një pesh kur je ngjitur në skenë? Po, ka patur shumë momente të tilla, sidomos mbaj mend në pat kongreseve isha me temperaturë, isha vërtet e sëmur dhe double im gjithashtu ishte e sëmur dhe nuk ndonte dot dhe më dhan ne kemi një fizioterapist tonin që kujdeset për ne për gjithçka dhe me peshën time më dha kortizon për zërin, gjë që unë nuk kam dëshirë ta praktikoj. Por në momente të tilla nuk mund të anullohet shfaqja vetëm për një këngëtar, se janë gjithë duke pritur jashtë për të filluar shfaqja. Dhe më dha kortizon më tepër se sa ç'duhej për peshën time, me sa duket. Dhe unë e kam mbaruar atë shfaqje. Akoma e kujtoj sot, mirë që e fillova gjithë ha dhe gjithë lodhe, isha me temperaturë, isha e shkatërruar fare, por duhe i bërë. Ama akti i dytë është shumë i fortë. Akti i dytë është Esmeralda është në burg, Esmeralda është po torturohet, Esmeralda është po varet. Po është bërë virale ajo skenë në fakt aty në burg, Po, është shumë nice, shumë e bukur. Ke një monolog, s'mund ta quajmë. Po, është pothuajse një monolog që ajo i bërtet më në fund pritit i thot pse më urren kaq shumë. Anyway, edhe në ato skena nga kortizoni tepër që unë kisha në gjak, filloi të gjakos nga hundët. Çfarë thua? Dhe duke sikur ishte gjithë reale. Po, dhe kisha frikë që nëse merrja frymë me gojë, sepse ndonjëherë duhet marrësh frymë shpejt, të mbushesh diafragmën që të mash gjithë frazën tjetër më pas gjatë. Janë gjitha gjëra që duhet t'i mësosh përmendesh të mos bësh gabime. Dhe kisha frikë mos futej gjaku në gojë dhe pastaj do ishte problem akoma më i madh. Ama kjo puna e gjakut fillon duar trokitjet e mëdha se njerëzit po mendonin që ishin efekte speciale që wow, Notre Dame, por në të vërtetë ndodhi vetë edhe kur vdes Esmeralda, që është momenti që Quasimodo do këndon këngën e fundit mbi të, më shef në një gjendje që s'm kishte parë asnjëherë. Unë jam e vdekur dhe unë jam në fund kjo gjë mbaroi. Por mbaroi unë e gjakosur gjithandej, ai mundoi të pastronte, po unë isha. Nuk e dija ka fotot e asaj gjës, ndokun do mundon t'i gjej, po. Janë çështjet fizike më të forta se emocionale, sepse patjetër dhe 8 vjet mund të kesh pasur dhe gjëra emocionale brenda në familje apo të tuat që mund të shkosh dhe me atë ngarkesë. Është më po ato si menaxhon në skenë. Çështjet psikologjike dhe emocionale janë më të forta se sa ato fizike. Ato fizike kam mësuar t'i trajtoj mirë, kam mësuar të bëj palesën, të haj mirë, të bëj kujdes dhe e kam hakeruar trupin tim, le të themi deri diku. Ato psikologjike akoma jo. Edhe pse mundohem, është gjë më e vështirë. Ndodhin probleme familjare, ndodhin je larg nga i dashuri jot, nuk e takon për një vit e gjysmë, sepse je në turne, dhe ai ka punët e veta dhe nuk të takon dot. Dhe ndodh që ti ke frikë se po ftohet marrëdhënia, sepse unë jam tipi i tillë, nëse fiksohem që të ftohet marrëdhënia dhe më humbe dhe pse nuk po bën diçka që të më mbash, e ke parasysh? Dhe janë gjëra që i mban, nuk e bën shfaqjen njësoj kur i ke kësa gjëra në mendje se nuk i largon dot. Është e vështirë. Duhet futesh në karakter, nuk futesh dot në karakter sepse je Elhajda, nuk arrin dot të jesh Esmeralda. Po njerëzit a kanë qenë të kujdesshëm apo ai edukon ti njerëzit e tu më të afërt, qof partnerin, qof familjarën që të mos marrin atë ditë?
kur del në shfaqje? Apo nuk skeçat i bësh? Janë shumë të kujdesshëm. Familja ime janë ekstra të kujdesshëm që të mos më shqetësojnë asnjëherë në ditët e shfaqjeve. E din shumë mirë kur kam datat off etj. Ledi nga ana tjetër nuk marr me ngjall bota si gjë. Kur janë datat off? Kur fillon? Po thuaj bëj një kështu me notification. O vllai, ta bëj një schedule, siç e kam unë, bëj edhe ti, bëj me 2 orare, 7 orare diferencë. Mundohu tamam se na bëhet qefi. Po nuk i mban me ngjall këto data etj, por është karakteri i tij dhe nuk e shoh as pak sikur si diçka që e bën me dashje. Është thjesht karakteri i tij. Do dohet kishte një karakter që nuk i shef gjërat me kaq përpikmëri dhe me përsosmëri, por jam e kundërta. Në fakt, unë e thash edhe në intervistë me Aurela Gaçen, e cila po thoshte që kur shkova në New York, tregoi, atje kuptova sa rëndësishme është të bëj leksione, punoj me zërin çdo ditë. Dhe unë mora një shembull që je ti gjatë këngës magjike, se thash të gjithë ishin duke biseduar duke parë rrobat, grimin, thjesht ose në qetësinë e tyre, kurse më kujtoi që ti rije në banjë dhe bëje vokaliza dhe punoje deri në momentin e fundit. Edhe unë kam shumë respekt për disiplinën. Kam shumë respekt për këtë pjesën e kujdesit ndaj detajit deri në fund dhe mos besimit të tepërt. Unë them edhe të rimin e Andale, mos besoni shumë tek vetja. Pra bëni edhe një provë, se është si puna e gjithmonë e them si e palestrës, që ty s'po të del asnjë muskull, ti shkon çdo ditë s'po del, pa pritur kërceta i del. Ti thua po ku doli, po ishte gjithë ajo punë. Domethënë edhe sidomos palestra më ka dhënë ca leksione të çuditshme për se si funksionon edhe truri, dhe trupi është thjesht stërvitja. Është vërtet. Dhe kam vënë re një rigorozitet që ti ke ndaj që shpesh është përkthyer ky rigoroziteti që ke ndaj punës tënde, je shumë fokusuar tek puna, shumë e disiplinuar, si thua dhe vetë, dhe me ca njerëz e lëshojnë veten, thonë punë e madhe, unë kështu jam, ti thua jo nuk e lëshoj. Pra gjithë ky kontrolli që ke ka krijuar dhe një lloj distance dhe me njerëz, dhe natyrisht edhe jetesa jote në Itali, krijon një distancë ke dhe atje kur e shija në festival, dhe ma kanë thënë të tjerë në vende të tjera që ti je shumë e fokusuar tek pjesa jote dhe nuk je shumë sociale, sidomos në momentet para dhe nuk të kuptojnë. Është vërtet. Unë realisht aty respektova shumë, por ka dhe njerëz që nuk e kuptojnë këtë gjë të. Është vërtet. Nuk e di të ka penguar ky rigoroziteti që ke dhe përqendrimi që ke tek çdo detaj punës tënde. Më ka penguar kur isha pak më vogël, edhe dohet krijoja shoqëri, nuk dohet të dukesha si mendje madhe, sepse më kanë ardhur edhe fjalë tilla që Elhajda është mendje madhe, ose Elhajda nuk është sociale, shumë e mbyllur etj. Më ka penguar sepse kur jam i vogël jam i ndjeshëm ndaj këtyre mbiemrave, le të them. Por në të vërtetë duke u rritur kam kuptuar që është forca ime. Në të vërtetë është forca ime, sepse pa atë rigorozitet, pa atë disiplinë, pa atë punë, pa atë dashuri, pasion aq madh që unë kam për punën time dhe e dua pafund, dhe jam me fat që e kam, sepse dikush më ka dhënë një talent që unë e dua shumë, dhe e respektoj o vlla çdo ditë, këtë talentin tim, sepse mendoj që nëse jo do ja kisha dhënë dikujt tjetër dhe jo mua. Ke parasysh? Kështu që nuk më vjen keq fare tashmë për ato miqësi që mund t'i kisha patur dikur, për ato kafe më tepër që mund t'i kisha pirë më shumë dikur, nuk më vjen fare keq sepse unë po bëj një jetë që e dua shumë. Është shumë e vështirë, është e lodhshme. Ato netët në hotel kur ti kthehesh pas shfaqjeve të shumta dhe 5000 persona të kanë duar trokitur, të kanë kërkuar foto, të kanë bërë dhurata, të kanë dashur në shfaqje dhe ti kthehesh në një hotel të heshtur dhe je vetëm dhe e vuan pak këtë gjën, edhe të nesërmen zgjohesh dhe repeat të njëjtën ditë. Është e lodhshme. Kush janë njerëzit me të cilët flet më shpesh, me kë flet që i ke patjetër gjatë javës duhet flasësh me ta? Atëherë është Ledi patjetër, është i përditshëm, Ledi. Edhe në orare të pa dhura, si që kuptua, Ledi, se kam dhe mik. Spyes. Pastaj është Ledi tjetër që është vllai im i madh.
Ai me atë flas më rrallë, por më shpesh se sa me njerëzit e tjerë. Ai është personi që unë i besoj çfarë do lloj fjale, me fjalë, nëse ai është në good mood edhe më jep një këshill dhe më thot, "El, a din kush je ti?" Edhe unë e besoj. Se kështu janë familje, të japin vetbesim edhe pa qenë. Ta heqin ca kohë, pastaj ta ngren prapë. Ato din kur ta bëjnë këtë, e menaxhojnë shumë mirë. Jo, po ky është papam. Kush je ti, moj vajzë? Dhe unë jam aty. Kush jam unë? Bravo, e pasi një boosting aty. E kam është vllai i madh dhe e dua shumë. Dhe ka një gocë vockël e cila këndon dhe ajo dhe ka një zot. Oh my god, mrekullueshëm. Anyway, let's not talk about the whole family. Do të flasim më vonë për gocën e vet, a kemi. Do të vi vet. Do vi vet. Fantastike. Dhe pastaj kam 2 miqë më të ngushtë që i kam në turne dhe janë Jay dhe Flo dhe i dua pafund sepse me ata kam orë të tëra duke qeshur, atë sa i them djema ka ardhur momenti që unë të futem dhomë dhe të mos rrimo me ju sepse po qesh akoma nesër nuk kam zë. Aq me fiksuar me zërin, do doja shumë të rrija me ata, por duhet kujdesem për zërin, se për ndryshe është një rol 3 orë në skenë, është sikur bësh një film zhonat, duhet qash, të qeshësh, të kërcesh, të rrish e vdekur, çdo natë e njëjta gjë, dhe është tiring sometimes, është e lodhshme sometimes, por është a big deal. A je të çmendur ndonjëherë gjatë turneve apo nuk çmendesh? Çmendesh, domethënë, të çmendurin tënde të Ronaldos, e kam fjalën rri gjysmore më shumë apo pi një verë. Jo sepse tash kur fletin që duhet të iki, duhet të ndaloj humorin, është shumë bukur, po kam kujton Ronaldo që është. Po duhet të ndaloj kënaqësinë edhe se duhet të servizorit, më kujton Ronaldon e famshëm të futbollit, i cili ka një absolutisht po, gjithmonë edhe nuk mendohem fare, nuk më vjen fare keq. Nuk je çmendur asnjëherë? Mund të jem shmendur, por gjithmonë jashtë kontekstit punës, kur e kam ditur që të nesër më s'kam punë. Unë të shmendem kur kam nesër punë, kur kam nesër shfaqje, it's never gonna happen. Nuk ka për të ndodhur, edhe fëmijë të dashur, mos e bëni. Nëse e doni një pasion aq shumë, ju duhet se s'bën të t'i dedikoni jetën, është e pamundur ndryshe. Dhe Dalina ti më the diçka çfarë që the publiku të është ftohur ndonjëherë me ty, por unë e di këtë gjë, jam e vetëdijshme. E kam vojtur siç thash edhe për miqësit në fillim, e kam vojtur edhe këtë gjë në publiku thoya pse nuk jam unë ai rockstari që shumë të tjera shqiptare janë, pse nuk jam unë ai popstari që mund bëja namin tani me talentin që kam. Edhe pastaj kam kuptuar që jo, sepse unë e dua qetësinë time her pas here. Unë e dua të hapësirën time mes me dhe publikut, e dua të zhdukem ndonjëherë dhe të jem vetvetja. Vetvetja do të thotë të jem në shtëpinë time në Itali, të gatuaj, të dal, të blej, të kem macën time, të bëj palestër, të bëj gjërat që dua më tepër, të jem një njeri normal. Sepse pastaj duke mbledhur energjit, pastaj mund të kthehem dhe t'ja publikut diçka që unë e dua dhe shpresoj që edhe ata mund ta duan, por nuk mund të jem gjithkohës këtu sepse përndryshe do kthehesha në diçka fake dhe nuk dua të jem fake. Nuk kam pse të jem fake, mor vlla, është gjaja më e panevojshme. E panevojshme me kanë fake. Please, vetëm ji vetvetja, maron, nuk të pëlqejnë, ik në shtëpi tane. Jo, shiko, u them sidomos tek në momentet që ti ke marrëdhënie këtu. Më fal se tash unë më kujtua dhe diçka tjetër shumë interesante. Unë prap kam qenë skenariste të Top Festi kur ke fituar ti. Si është puna? Dhe ishte after party. Ke pasur besoj një këngë më të bukura që unë kam dëgjuar. Shkruar nga Flori, ka qenë Majezi? Nga studioja e Florit. Nga studio Florit, po. Por nga Kledi Bahiti. Nga Kledi Bahiti. Është dashuria ime e parë në muzikë. Po, është fantastike. E dua shumë Kledin. Dhe është një super këngë. Ajo dhe është një ato këngë që kur e dëgjoj më jep nostalgjinë e një kohe shumë të mirë. E vërtet, a? Ke diçka ajo është e mirë. Unë më në after party, nuk e di, e bëm në katin e tretë të diçkaje që ka qenë me xhama. Dhe ti ishe në një vend në qetësinë tënde pas një lloj alkooli, pas një lloj gjë dhe prap njësoj. Do të thënë në çdo moshë, mbaj mend edhe kur ka ardhur tek Topi në fillim për festivalin, për Top Festin, do të thënë ke gjithmonë një lloj distance. Po pastaj po kthehem tek të qeni popstar. Ka popstar tu që nuk është me thënë të krijosh miqësi me këngëtarë të tjerë, se s'ke pse të krijosh miqësi. Ka popstar që kanë jetën e tyre, kanë një menaxher dhe shoqërinë e tyre të jashtme dhe janë shumë okay. Por
sidomos në 2025 njerëzit e kanë dëshira të kontaktin, se i dukesh, kanë qef më shumë se kontaktin, duan the storyline. There's some story. E duan, por kjo zë thotë që unë duhet t'ja jap. Ti nuk e ke fare të ashtu, nuk e ke menduar asnjëherë që E kam menduar shumë herë dhe kam tentuar ta bëj dhe e kam parë që jam duke dalë jashtë vetes dhe është fake. Dhe e kam ndaluar dhe kam thënë nëse ata pak njerëz që duan të rrinë me mua, duhet ta pranojnë që kjo jam unë, sepse nuk ka njerëz në botën e sotme që s'kan Instagram fare. Mi fjalë në Hollywood, që atje mund të themi po jo këta këtu në Shqipëri kur vjen edhe bën këngë pop. Po, këta këtu kanë të tërë. Këtu e kanë të tërë. Por prap nuk është e nevojshme të them unë, nëse kënga është aq e mirë, më beso, nuk kanë për t'u interesuar atë shumë. Cili është problemi? Këngët nuk janë aq mirë kohët e fundit. Më fal që po e them sepse jam dikush që ka kohë pa nxjerr këngë dhe mund të më sulmojnë gjithë edhe I get it, I understand, e pranoj. Por për mendimin tim mund të bëjmë më mirë, të lutem. Kemi shumë talente, por thjesht mos e bëhemi dembela. Hajde bëjmë diçka më të mirë. Mos bëhemi dembela tek kjo gjë e pëlqen publiku, këtë gjë po bëj. Hajde eksperimentojmë. Siç dëgjuam edhe shpara Rosalia. Hajde eksperimentojmë dhe ta edukojmë ne publikun. Edhe sërish e them, ju betohem me shumë këmbë në tokë duke thënë që e di që jam një ndër njerëzit që po bën sa më pak muzikë edhe Po, nga ana tjetër ke edhe një lloj se ti ke një rati financiare tani sepse je sistemuar, siç e themin ne shqiptar, që je sistemuar në një karrierë që asnjëherë nuk është sistemimi plot, se gjithmonë e çuditshme, ajo është puna e sportit edhe muzika, por që ke krijuar, ke kredibilitet, ke krijuar një jetë atje, natyrisht me kalimin e viteve, sepse ai vend ditë të respektoj edhe bota, ditë të respektoj edhe artistin, edhe pagesa është e lartë, mban jetën tënde, ke një shtëpi ku je këtu, ndërkohë besoj që një shtëpi ande e paguan. Pra janë gjithë këto detaje që ke një lloj komforti. Në këtë lloj komforti, ndoshta ka dhe argumente që është e lehtë për Elhajtën të thotë të gjejmë këngën e dur, sepse ajo që bëri Rosalia në atë klip, atë orkestër simfonike që ishte një kryevepër, ajo doli jashtë zonës së komfortit, por doli një grua që ka arritur një sukses ndërkombëtar, edhe si thua ka shpatullat e ngrohta financiare, pra rrezik është, por ai si duket ka thënë it's okay, unë do rrezikoj, por ama do kap 3 në Gjermani, 3 në Angli, 3 veta se cilin, jo 300.000, bëhen 3 milion. Kurse këtu do të ai si do jetoj unë, në qoftë se nuk jam pjesë e kësaj. Dhe sidomos e këtij tregu që për momentin ngre artist të armëve, të luftës, tamam, një luftë bandash, nuk e di, me tekste droge, me këto, pra ç'a janë këngëtarët me shkuj dhe si thua për shembull për një femër, si do futem, si do ashtu. Unë kur po flas për ata artistë që e di që e kanë realizuar një rati ekonomike, financiare që munden ta bëjnë këtë ndryshim. Po ju referohem atyre që e di që munden ta bëjnë ndryshimin, sepse ndryshimi mund të vijë nga ata. Jo vetëm, por mund të vijë nga ata, shumë thjesht. Të vendosin, të flasim me njëri tjetrin rrallë, sepse këtu edhe nuk flitet. Unë mbaj mend një ndër eksperiencat më të bukura ishte kur mblodha në studio Elgit Dodën, Alban Konden dhe Kledi Bahitin, 3 kompozitor, edhe unë dhe shkruajtëm Epin Zanin, edhe kemi qëndruar një muaj në studio. Po e mund të eksperiencë shumë e bukur ajo që kishte mbledhur 3, po më bëri përshtypje. Ishte një gjë e mrekullueshme, sepse shqiptari nuk do asnjëherë ta pranoj që jo unë e bëj vetëm. Pse vetëm, mblidhuni, flisni me njëri tjetrin, ç'a do bësh ti këtë verë, unë do bëj këtë. Mi fjalë, ka vend për të gjithë. Për tan ka vend. Kështu që hajde flasim edhe mundohemi që pak nga pak gjithsecili të japi një ajër ndryshe muzikës. Le ta largojmë pak nga regatoni, le ta largojmë pak nga ritmet afro, le ta largojmë pak për të eksperimentuar diçka tjetër cila do bëhet mainstreami dhe prap po aty do fillojmë prap nga fillimi, le ta largojmë edhe nga ajo gjëja, ta fillojmë nga fillimi etj. Por gjithashtu edhe të rinjt me gjitha mundësi që janë sot në treg, mund të dalësh në TikTok edhe kemi shumë të rinj që janë të bërë të famshëm nga TikToku, apo nuk e di a është legal në Shqipëri tashmë, nuk jam shumë e kujdesshme. S'është po është. S'është po është, okay. Por nga interneti, Instagram e tjerë, mund të fillosh të bësh gjëra dhe të jesh më rebel, ta provosh, mendoj unë. Tani, mua më bën pak çudi, ndoshta ke thënë edhe herë tjetër, po çrëndsi ka, kemi një brez të ri që duhet i dëgjoj gjëra për herë parë. Më bën pak çudi që mbas Voice-it, ku fitove Voice Italia, që është
Ishte sa ti vit ishte i Ishte i pari. I pari, po, që padyshim vëmendja ishte e madhe, formula është e famshme në të gjithë botën, edhe këtu në Shqipëri ka rezultuar të suksesshme. Ke fituar Voice-in e parë dhe më kujtohet ke bërë performancën Adagio, që është një performancë jashtëzakonshme. Domethënë ata aty duhet fitoje. Nda mbyllin. Ta mbyllim aty fiton. Domethënë është një nga unë sugjeroj gjithëve që ta shohin atë performancën. Sa vjeç ke qenë atje, Lajda? 19 për 20, nuk e mbaj mend ai kisha mbushur 20 apo jo. Super performancë. Dhe ti fitove një çmim të madh. Para se të kaloj te pyetja, se un kam çike DHD, kështu që dua të kthehem pak te si u futa një herë në Voice? Unë para se të shkoja në Voice dhe para se të bëja Top Festin, kisha fituar Star Academy. Duke fituar Star Academy 16 vjeçe, më erdhi një menaxher i huaj, i Montenegros, i Malizim duket, dhe i tha babait tim, do që vajza jote të vit bëj disa festivale nëpër Ballkan. Po ku të paj ty? Më pa në Star Academy. Në Star Academy, okay. Po, edhe babi ishte shumë i lumtur, po patjetër, sepse babi sapo e zbuloi që unë dihet këndoja. Babi nuk ishte asnjëherë, po, nuk ishte fare out, nuk e merrte vesh, nuk e dinte që unë këndoja. Po pse nuk këndoja në përshpitje? Këndoja, po e mbuloja deri diku. Unë isha pianiste në Më fali sekondë, kjo është më interesante. Pastaj kalojmë te Voice-i. Ti ke qenë pianiste? Kam qenë pianiste, po. Unë kam filluar pianon në 6 vjeçe në Shkodër, në Tiranë 2 vitet e parë dhe pastaj në Shkodër. Dhe isha një pianiste shumë e mirë, kështu që edhe familja ime, përveç mami që e dinte që këndoja, babi ishte mos e thjesht është pasioni i saj kot. Ti thjesht këndoje, shoqëroje piano? Po, diçka e tillë. Nuk është të këndojë gjithë ditën, se janë këngëtarë që këndojnë gjithë ditën në shtëpi, nuk ndalojnë. Lan fjatat, flen gjumë. Jo, këndoja gjithë ditën, po babi ishte në punë, kështu që nuk më dëgjonte, nuk e dinte. Po pse I fshihesh ti këngës? Sepse në të njëjtën kohë po dilte një këngëtare shumë e mirë, shkodrane, Dorina Garuci, e cila ishte shoqja ime e ngushtë. Dhe po fitonte Gjeniun e vogël, për pak fitoi Ethet e tjerë, dhe unë isha tipis kush ja mund të dalë pas Dorinës, nuk ka për ndodh asnjëherë, edhe kështu që kisha shumë nguroj brenda vetes. Edhe nuk e lejova as unë veten asnjëherë të këndoja, derisa erdha në një moshë më madhore dhe I thash, okay, do marr pjesë tek Star Academia. Shkova në Star Academy dhe si përfundim fitova, erdhi ky zotëria. Më fal, imagjino mos ta kisha bërë atë. Imagjino mos ta kisha bërë. Imagjino mos ta kisha bërë. Ndryshe. Sa e tmerrshme është. Sa e tmerrshme është që ta mendosh këtë gjë, që më vjen keq, se besoj tek vetja se ajo është shumë e mirë, me gjithë respektin. Po ndonjëherë ne lidhemi ndonjëherë shumë shoqërisht ose kemi jo vetëm ne, po tërë botën. Ndonjëherë janë këto sikletet idiote që për ne janë shumë të rëndësishme dhe ka një lloj morali që I gjejmë një lloj morali aty që s'ekziston, sepse ne nuk e dim luftën për veten tonë dhe për talentin. Dhe shkoj, imagjino mos ishte ndesë Dorina, këngëtare shumë e mirë, nuk e di ku është tash, besoj që uroj të jetë lumtur në jetën e vet, është në New York, të jetë lumtur dhe ajo padyshim që unë e mbaj mend dhe ka lënë edhe ajo gjurmët e saj tek Ethet. Por imagjino, mos imagjino. Imagjino të kisha me vërtet ndaluar duke thënë se jo, jam shumë e vogël përpara. Po, jam shumë e vogël. Po ti shkove pastaj si e gjete Kurajën të shkojte? Kurajën në një ditë interesante. Kurajën në një ditë që po binte aq shumë borë dhe ishin audicionet në Shkodër për Star Academy, edhe po binte aq shumë borë sa kam përshtypjen një pjesë e imja nuk donte të shkonte, por tha me siguri nuk do shkoj sepse është shumë borë dhe nuk ka se si të më çojnë në audicion, kështu që po ja them. Dhe I them babit, a do më çosh në këtë audicion se do bëj dua të bëj Star Academy. Okej, thot babi, si përfundim nuk arrim do të shkojmë atje, mbërrim shumë më vonë, sepse bora ishte shumë e madhe, edhe babi kap kontaktet nuk e di me kë dhe I thot hajde në Tiranë me këtë datë, dhe thot babi, okay, në rregull, edhe më çon në Tiranë, bëj audicionin, ishte Zana Çela, e cila ka qenë mësuese ime e parë e këngës atëherë, dhe sapo më gjoj tha, "Ua, po ti duhet të ishe s'bën." Si për ti Zana tamam. Ti duhet të ishe s'bën, tha Ilhajda. Edhe unë shkova se s'bën, bëra, fitova, edhe kthehemi prapë ke zotëria, që erdhi dhe nga aty fillova të bëja disa festivale nëpër Maltëzi, Rumani, Bullgari etj. I fitova të gjitha, kam nuk e di sa diploma, sa kupa kam në shtëpi, dhe direkt pas një festivali në Rumani erdha, bëra finalen e Topit, fitova Top Festin.
pa besueshme për mua, çfarë po ndodhte me jetën time, gjithçka po shkonte më së Ti kishin para, ke qenë edhe në Klan, dhe diela shqiptare ke punuar. Kam punuar, pastaj një vit aty kam punuar tek diela shqiptare, ishte kjo periudhë që ishim pushim, do unë bëja këto festivalet në Ballkan, kthehem bëj Top Festin. Fitoj Top Festin, nga Rumania disa menaxherë italian më kishin mbajtur emailin, edhe më dërgoi një email, më thonë Elhajda, po realizohet The Voice of Italy për herë të parë në Itali, a do të marrësh pjesë? Edhe unë si njeriu me shumë guxim që kam të frikshëm, them po. Edhe nisem. Ku jetova aty, ku ndenje? Se janë këto pyetje të kush të mbështeti financiarisht? Financiarisht është shumë e vështirë. Financiarisht është vërtet shumë e vështirë. Babi nuk e kishte mundësinë familjarisht se kisha 2 vëllezër më të mëdhenj, ishte mami, ishte një familje për të mbajt. Ndërkohë goca në Itali për babin ishte shumë e vështirë. Këtë unë nuk do harroj kurrë sakrificat që ai njeri ka bërë për mua dhe është. Çfarë ndodhi? Ku jetoje? Si të që nga momenti ku I them se janë shumë interesante dhe llogaritjet, se ti the që babi I fshije zërin babit, por babi ishte ai që shkojnë mes borës. Babi çes ka bë për mua në momentin që e kuptoj që unë me të vërtetë ja vleja, talentin vërtet ja vlente. Kam shumë që e dinda një çik. Tani është mbështetësi më I madh, nuk ka me fjalë. Po jo dhe ditë që ka çuar prap, të ka çuar në mes të borës dhe ka marrë telefonin dhe është munduar prap, se mund të thoshte çado dhe ka shumë prindër që ja kanë fikur. Është vërtet. Unë jam shumë mirënjohës se babit tim. Edhe mamit, që më dha talentin, po babi që e çoi deri në fund. Pastaj unë qëndrova Jo, desha vetëm në Itali në fillim si u sistemove. 2-3 muaj qëndrova tek shtëpia e një nga producentët që më ftoi të merrja pjesë. Kishin shtëpi të mëdha dhe unë po qëndroja një ndër dhomat e shtëpive të tyre. Pastaj më pak se 2-3 muaj, një muaj besoj, pastaj më telefonua nga Milano dhe më thanë Elhajda, tani do fillojmë përgatitjet për voicing, kështu që kishim një hotel që ishte afër Malpensas, Apollinates, nuk kujtohet shumë mirë, afër një aeroporti, dhe afër studios së Rajt, edhe ne lëvizim çdo ditë nga hoteli në studiot e Rajt dhe bënim prova çdo ditë për 3 muaj rresht ka ndodhur kjo gjëja. Dhe lekët I numroja, më thënë drejtën, I numroja për të ngrënë, I numroja atë mëngjesin që e kishim falas nga hoteli, haja mirë mëngjes, që në mos kisha probleme më tutje. Se unë isha edhe kështu bufalaçe, kisha qef të haja. Po, ke qenë mbushur, se ti ma the dhe një kur e takuam, tha, isha bufe, nuk ke qenë, ke qenë mbushur. Unë po të qenë edhe tek Voice, ti ishe rezervë, ishe gjithë kolagjen, ishte kështu, qef. Ja, kolagjen, ishin tula. Po ishte lezetshëm, po, është e çuditshme kjo pjesa e imazhit. Dhe në fakt edhe imazhin ke pas një zhdurim, domethënë për neve në Shqipëri që s'kemi ndjekur nëpër ka qenë një ndryshim shumë I madh, sidomos kur erdhe këtu mbasa vitesh, ndryshim trupi. Ishte kjo pjesa që edhe ta kërkonte puna, o do psove nga puna, apo e kishe edhe në trurin tënd që do ishe. Atëherë unë në peshërash mbas Eurovisionit, fitova Voice-in, bëra një turne shumë gjatë me Universal e tjerë, qëndrova 2 vite në Itali, pothuajse. Pastaj vendosa të një vit, pastaj vendosa të kthehem në Shqipëri të bëj festivalin, fitova festivalin dhe bëj Eurovisionin. Në Eurovision ka qenë vetëm I vend që unë e kam përjetuar me shumë stres. Kisha shumë frikë të dilja në skenë, ndoshta mund të quhet nga ato gjëra që janë anxiety, që sot ne. Po çfarë ndodhi atje? Se edhe performanca nuk ka qenë top. Dhe ti realisht bahesh nga këngëtare më të mira live. Dhe ke forcën tënde, po atje nuk ishte atë këngë, unë arrit ta këndoj sot, nesër pas nesër, nuk e kam fare probleme kam në regjistrin tim. Është thjesht fakti që psikologjikisht unë e vendosa që është përgjegjësi më e madhe se ç'mund të mbaja, sepse të gjithë shqiptarët I kishin syt drejt meje edhe thonin kjo do fitoj Eurovisionin edhe unë deri atëherë kisha garuar vetëm për veten. Dhe kur garoja vetëm për veten, isha e qetë, isha e sigurt, unë e di ta bëj këtë. Unë I know who I am. Kur garon për një shtet Dalina, unë nuk e di si ja bëjnë ata që marrin pjesë në Olimpik, po me të vërtetë është një tjetër përgjegjësi, shumë e madhe dhe presion I madh. Isha 22 vjeçe dhe me të vërtetë më ka kapur një frikë dhe kisha anxiety, nuk arrija dot të dilja në skenë, më kapi një lloj sëmundje, ftohje, nuk e di se çfarë, nuk këndoja dot. Domethënë të më thoje dil në skenë këndoj, ishte sikur të më thoje dil hidhu nga nuk e di cili kati banesës. Për mua ishte po e përjetoja shumë keq. Kam mbaruar Eurovisionin,
Kam marrë në telefon Ricardon edhe Katin bashkëshorten e tij dhe i kam thënë, "Okej, jam gati t'i futem audicioneve për Notre Dame de Paris." Dhe aty kam ndryshuar jetën time nga popstar që mund të isha, jam kthyer në një këngëtare që këndon në teatrot më të mëdha të botës, por këndon në teatro. Pra ty ishte që dhe performanca parë që s'dole mirë, pra çfarë ndodhi se? Ishin aty ne kemi 2 javë, nëse nuk gabohem, janë 2 javë që të japin mundësi të bësh prova, bëhen prova për mikrofonin, bëhen prova për veshjen, bëhen prova për make-upin, për kamerat, për gjithçka bëhen prova dhe pastaj java fundit është prova vetëm sa për vinë edhe publik që të shohin etj. Por në asnjë nga provat unë nuk ja kam dalë të këndoja tamam siç duhet kënduar. Po me atë forcë që kete përqendrimi kështu, bëj do i monolog vetes apo e humba, nuk arrija do të flisja as me veten, më fjalë isha totalisht e ndjeja që do dështoja. E dija në kokën time që nuk do ja dilja mirë. Mbaroj, kaq ishte, nuk jam për këtë punë në mendjen time. Nuk jam për ti pra punë jeti, po. Unë për atë punë jam e di, tani e di. Po aty e kisha ndarë, domethënë kur flet për nuk po them që kam kaluar periudhë depresione sepse nuk është e tillë, por që mund të kem kaluar një periudhë anxiety është me siguri mund të jetë diçka e tillë, që nuk arrija dot të jepja një përse pyetjeve të mia, nuk arrija dot. Edhe nuk të ndihmuan as media përfshirë edhe shkrimi im. Në fakt ka një gjë të vërtetë edhe këtë dua ta them, ta kam thënë, po dua ta them, ajo mërzitja ime ishte me shkrimi humor nga ka qenë ose Gazeta Tema ose Lapsi dhe titulli u ndryshua. Titulli s'do ishte kurrë pse dështoi Elajda. Unë nuk do vë kurrë titull dështimi, e kam si shprehje, patjetër e përdor, po unë realisht nuk do ta bëja kurrë. Shkrimi ishte 100% shkrimi im, por për të klikuar më shumë, unë kisha një tjetër titull, badje të Anabeli, kush është interesuar kërkoj Elajda festivali Anabel dhe del titulli. Pastaj kur mor nga Tema më duket ose nga Lapsi, u mërzita shumë. Dhe thash mos, sepse e di që ishte një tip, nuk kisha çfarë të bëja. Nga një anë ajo kënaqësia idiote narciste që më mor shkrimi, edhe po shpërndahej shkrimi. Por nga ana tjetër titulli ishte pak i rëndë dhe nuk të ndihmuan as mediat, përfshirë dhe mua. Jo, mediat më filluan duke më rëndësi për në një mënyrë që mendova që ishte pa drejt për një gocë të vogël që deri dje po e lavdronin aq shumë sa të shkonte të fitonte Eurovisionin dhe ta sillte në Shqipëri për herë të parë. Dhe deri dje po e lavdronin aq shumë sepse fitoi Voice-in dhe është e para shqiptare që në një klimat të tillë politik po e dilte të tregonte një anë shqiptare më të mirë, më pozitive dhe më lavdruan, më ndeshën shumë fort, prandaj unë them që ndonjëherë ndoshta jam llastuar nga këto gjërat në vogëlsi, sepse në momentin e parë që unë pata një zhgënjim, një dështim, siç po thua ti, unë u arratisa. Dhe aty kam mësuar pastaj, ndoshta më është bërë edhe vetë vesi im pastaj që të dukem kur jam e sigurt dhe të zhdukem kur ndihem e pasigurt dhe rikarikohem për të rishfaqur kur jam e sigurt. E ka vërë këtë zhdukjen tënde, çfarë është kjo tek ty? Edhe mbas Dancing with the Stars, ne folëm madje gjatë ti më kishe dhe qef mua në juri, se e the dhe një vend jo Dalina Luan, juri su pëlqeu, pëlqen kur flasim për. Dhe pastaj ndodhi ajo që ndodhi te Dancing with the Stars, dhe pastaj kishte një lloj zhdukje. E ka vërë her pas here këtë që e ke tënden. Është gjë ime. Kjo është komunikimi jot. Këtu mos u habisni me mua asnjëherë, sepse unë do zhdukem, do vazhdoj të zhdukem përgjithmonë. Ta thash edhe një ditë. Çfarë do të përballesh dot, nuk Jo, nuk është se nuk përballem dot. Besoj që kam dhënë atë shumë sa më është bërë ndoshta ndonjë padrejtësi në mendjen time, se ndoshta ka qenë korrekte. Jo, ke të drejtë të mendosh ishte padrejtësi, ke të drejtë. Nuk ishte padrejtësi, ta kam thënë dhe privatisht. Nuk kam qenë do të qëndroj deri në fund, nuk ka qenë padrejtësi, ka qenë është një shprehje Deus e machina latine, që realisht ka ndodhur patjetër. Por nuk ishte padrejtësi, megjithatë ke shumë të drejtë të mërzitesh sepse në kërcim absolut të tërë bashkë dhe Sara jam pa dyshime do thoshte që je absolutisht kërcimtarja më e mirë atje. Unë ndjeva edhe sikur diçka ime personale u përdor në një lloj mënyre që nuk doja që të përdoresh sepse deri atëherë isha e fokusuar vetëm në karrierë dhe isha e detyruar të tregoja disa anë të asaj gjësime private. Kjo ishte një gjë që s'të ka ndodhur kur, storyline. Ai që thoya unë ty që njerëzit duan një story. Dhe unë nuk e duam, sorry, njerëzit ishin shumë të lumtur me mua pa u dhënë storyline. Njerëzit u mërzitën me mua kur unë i dhash një storyline, sepse njerëzit kanë të drejtë të t'i japin përgjigjet e veta.
historinë e bëre publike, u bë publike gjatë U bë publike gjatë Tenci. U bë në Po, skem. dhe bëra armish në thonjza, sepse ne armish nuk kemi me asnjërin, po edhe brenda me njëri tjetrin ne konkurrentët, po më fillonin të mendonin që ja Elhajda e shenjta deri tani, ja çfarë paska qenë duke kurdisur etj fjalë të tilla. Por ishte diçka që ishte, për mendimin tim, unë nuk doja ta bëja, isha e detyruar ta bëja për arsye që nuk do zgjatem, por E kuptoj, si producent e kuptoj. Ti si producente edhe unë do ta bëja, do ta kërkoja, patjetër, po. Sot unë jam producente, nuk do doja t'ja bëja dikujt tjetër. Dhe me të vërtet ajo gjëja më bëri që pastaj të thoja, okay, ju e morët të shëndeshët nga unë, më morët nga gjitha anët, ju dhash më të mirën time, ju bëra shfaqjet më të mira ndoshta, por në të vërtet tashmë unë nuk du t'ju jap më asnjë gjë, kështu që unë do strukem aty ku unë ndihem e mbrojtur, dhe shkova u struka aty ku ndihem isha e mbrojtur. E kishe të vështirë kështu, nuk thej as përgjigje asgjë, nuk e bën këtë me njerëzit. Nuk e bëj fare. Po ishte e vështirë atëherë. Mesazhe të tmerrshme Dalina, mesazhe vrasje, mesazhe ku të kap, mesazhe ku do jesh ti. Po se njerëzit reflektojnë hallet e tyre, problemet e tyre. Ke të drejtë, e kuptoj shumë mirë, por nuk jam këtu për të thënë unë jam kjo vajza dhe s'kam bërë këtë, kam bërë atë. Ka kaluar shumë kohë që unë t'jap justifikime tashmë, por nuk ishte as pak e drejtë që të ndodhte ajo gjëja, sepse me të vërtet i kisha lënë stopet deri në momentet që Ledi ishte i sigurt që diçka mund të ndodhte dhe gjitha detyrimet dhe shpjegimet do t'i bënte ai dhe jo unë. Nuk e meritoja atë gjë, por it's okay, sepse siç po thua edhe ti, njerëzit kalojnë gjërat e veta dhe ajo reflektohet dhe dyta njerëzit nuk mendojnë shumë. Shohin një historia ka një trekëndësh, atëherë është interesant. Nëse historia do ishte një histori dashurie, romance e bukur, por në momentin që u fut në formatin gjeometrik të trekëndshit, ku ishte edhe një vajzë tjetër, atëherë është për publikun dhe pastaj nëse këto të tërë kanë trekëndsha në historitë e tyre ose kanë frikë nga ndonjë trekëndshëm i mundshëm, ato frikën pastaj reflektojnë në komente dhe kalojnë deri në idiotësinë. Megjithatë, vendi i dytë pastaj po të njëjtin njerëz rrezikthyen pllakën, sepse dole e dyta do mërzitën sepse ata e meritoja. Apo jo. Të ndodhi edhe kjo pjesa. Edhe kjo. Jo gjithmonë, por më ndodhi edhe kjo pjesa, sepse ata që i humba përjetësisht. Ata që më shifnin si një vajzë më serioze, me këmbë tokë etj, ata i humba përjetësisht. Kështu që këtë gjë më vjen pak keq, sepse ta krijuar një fanbase mjaft mirë, duke treguar të që isha, vetëm talentin tim, pa një storyline, nuk isha e nevojshme. Ti kalove nga wow, në, më fal po e them të në The Beach, se thuhet kjo ndërkombëtarisht, Oh my God. dhe pastaj në Viktim. Pra wow, Beach, Viktim. Wow, Beach, Viktim, po, Viktima. Tani këto të dyja të fundit, për një karakter të fortë, sidomos e fundit, për një karakter të fortë që ja del vetë dhe ja ke dal vetë dhe mundson edhe financiarisht veten. Dhe kjo është e vështirë, thjesht edhe Viktima. Nuk e di si e ke përballur këtë pjesën që apo nuk apo kam përjetuar asnjëherë si viktim. No, I'm not gonna do that. Nuk do e përjetoj asnjëherë. Pse po flas anglisht kaq shumë, nuk e marr vesh. Të tërë kështu flas sepse flas unë anglisht dhe para, gabim bëj, po unë harroj ndonjëherë çfarë flas. Vjen ndonjëherë, nga që jemi gjithkohës komunikim edhe me njerëz të huaj. Jo, nuk ndihem viktima. Nuk mund t'ja lejoj vetes të ndihem viktima. Duhet të çohem të nesërmen, mund t'ja lejoj vetes një ditë të mbyllem, pa folur me asnjëri, të çaj, nga nervi, jo nga që jam një viktim, nga nervi, që e lejova veten të vija, mi fjalë unë i futem shumë thellë, pse erdha, unë isha mirë, bla bla bla, pse e pranova, i futem aq thellë sa pastaj të nesërmen jam totalisht koklart, sepse unë e di shumë mirë kush jam dhe nuk do jetë një talent show apo asnjë gjë që të ma ndryshoj karakterin tim dhe ato që jam. Dhe madje unë kam dërguar të nesërmen mesazhe falënderimi njerëzve të stafit të medias, duke i thënë që faleminderit për mundësinë, jam kënaqur pafund, faleminderit. Dhe kjo jam unë, nuk kam
Po Kleti t'i çove jam se Kleti ishte famësit më i madh. Patjetër edhe Kleti. Kleti më ka shkruar i pari madje nëse nuk gabon, më dispiace tanto. Më Kleti ta s'ke fajtisë. Nuk ishte dita më e mirë që Lajda ta mendonte, po të siguroj që Kleti donte vetëm ty të fitoje. Këtë mund ta them, Kleti është, sidomos ato që janë të baletit edhe Kleti është një tjetër njeri shumë i disiplinuar, jashtëzakonshëm që edhe ka prekur sukseset e veta të mëdha. Dhe ai ka kështu sado që është shfaqje amatorësh, ai e vlerëson shumë ato detajet e baletit, atë i vlerëson shumë edhe ishe absolutisht ka bërë dhe luftë për ty, që ta dish. Ama a mund të them diçka që nuk e kam thënë asnjëherë. Unë i vej shumë faj vetes vetëm për i diçka tek Densi. Në momentin që unë dhe Ledi filluam lidhjen ton, aty unë kam filluar të bie, sepse unë e njoh Elhajdën se çfarë mund të bëj. Mund të shkoja shumë lart. Dhe kam parë edhe Sarën që shkonte, punonte, ishte okay, mi fjalë me aftësitë e saj. Sara pati ngjitje. Pati ngjitje. Dhe unë nuk kisha nuk po jepi ato që pretendoja nga vetja. Jo ti nga unë, Dalina nga unë, po Elhajda nga Elhajda. Kështu që unë në momentin që fillova lidhjen me Ledin, prandaj kam thënë gjithë jetës sime në karrierë mos u ngatërro me çuna se do. Kishte pyetja tjetër. Por ja që te diçka që është shumë dhe them me vete nëse unë do kisha qenë më e kompost, si thohet, më e kujdesshme dhe të mos filloja, dashurohesha, po pastaj ta shihni më vonë këtë gjën, unë do ta kisha fituar atë gjën dhe Sara e meriton që e fitoj sepse Sara nuk pati shpërshëndrime. Vinte aty e buzëqeshur gjithkohë se e lumtur. Sara e manifestoi që ta dish. Po mirë, jam shumë. Ai është tamam manifestimet edhe. Ajo shifte ku bën dhe thoshte, kjo është e imja. Edhe ne thonim unë Darditi. Por në të vërtetë Sara ja doli. Se beson njëri ja doli. Plus edhe fanbesin e kishte të votimeve që ndikuan se aty atë moment po të ishit. Pa ty pastaj ndikon pjesa që ti ande dhe nuk kemi papi këtej. Me gjithë absolutisht në instanca të ndryshme, domethënë edhe po të jetë një organizim shumë i madh shqiptar ose i rëndësishëm, emri i Elhajdës është një top disa, nuk po them numër se ka shumë këngëtarë që i vlerësoj shumë dhe vokale fantastike këtu, por je në top atje që je këngëtare që patjetër të nderon, domethënë ta nxjerrim se na nderon. Si ajo në shtëpi, që ja bajmë vëzë në vogël, këto i kemi talentuar, ta ulim këtu dhe ti krenojmë dhe në Shqipërinë tonë të vogël e ulim Elhajdën këtu për t'ju krenuar botës që kjo është tu, po këto i ke bërë për te Shqipërisë i ke bërë vetë shumë gjëra. Gjithsesi, lidhja juaj ishte edhe një lidhje që mua më ka bërë përshtypje ishte tamam si një film sepse ti ishe shumë e ftohtë. Pra, atë gjë që flasim gjithmonë, je e ftohtë. Padyshim dhe ai pjesa e zemrimit që ngjalli brenda stafit ishte sepse ti nuk ta them edhe këtë popullor që si jep shumë muhabet, nuk të jep shumë informacion. Kam ardhur për punë. Ke ardhur për punë. Po njerëzit po nuk mundet të rrim korridoreve dhe të kaloj kohën duke bë muhabet. Po je në një vend mesdhetar, e di. Ti je shumë gjermane në një vend mesdhetar. Po e çuditshme. Mbaj mend një kryetar bashkie kur shkova një herë të bëj një fushat, po e lash për gjysmë tha. Shikoj ai nano tha ka qenë i mirë. Ai ka qenë super kryeminist. Tha shumë pse? Pa ai tha ule, tha haj pilaf, ai pula pilaf, tha pi kafe. Edhe në këtë rast se nano, fatos nano nuk është mirë me shëndet edhe i uroj të shkuara. Tha kurse ky tha kryeministri Rira Kyrama tha ecë mbaron punë tha dhe ikën. Domethënë është ajo gjëja tha, ajo ngrohtësia, ajo si ta them unë ajo shtrimi që kemi ne, ajo dolce vita shqiptare. Që është shumë e bukur dhe më mungon kur jam jashtë. Po ti nuk e ke në po nuk e kam në DNA, nuk e ke atje. Nuk e kam. Pra ishte kjo gjë, po nga ana tjetër të dashurosh në kërcime gjëja më erotike, më fal ta them. Është vdes për kërcimin. U vdes për kërcimin. U vdes. Mbas jush edhe Ledit edhe Gert Vasës nuk e di mund që vdes, ato që e din baletin u mbaroj. Dhe të dashurosh duke kërcyer që jam më erotike e mundshme. Kështu që unë përfshirë dhe mua shumë jemi dhe ishim ndoshta xheloz për këtë gjë. Se është xhelozia ajo. Domethënë ti kërcen atje trupat tuaj gjë dhe prandaj ndoshta ke rënë pak edhe në kërcim nga fundi. Kam rënë nga kërcimi. Sepse është erotizëm i gjallë, dashurosh në kërcim. Dhe kërcimi i parë që na dhani ishte rumba, që është një ndër kërcimet. Po që është dhe një gjithër kështu pa. Mjaftonte ta jepni një bachata aty dhe
Super. Qa po bëni? Qa planesh keni? Na tregoni dhe ne ti dim pak të... Përveç se doli vendi dytë të bëri mirë ajo gjë, se dhe si eksperiencë erotike është fantastike. Ti gjithkohë se karikuar aty, më fal. Lajtat e Esmeralda, moj ti tash të më lërsh, je në show-n tim, në një show tjetër mund të flasim edhe për gjëra të tjera të produksionit. Por në show-n tim, ajo më pëlqet, po s'ka domethënë, ai ishte historia e dashurisë. Ishte aq efort kimia mes meje dhe Ledit. Në momente që ne nuk ishim bashk, me javë të tëra që ne nuk ishim bashk, moj Ledi nuk më tipik shqiptar, nuk më fliste fare, më shifte me sy, edhe unë thoja, ore ose ky ka një problem me mua dhe urren gjithë stafin që i ka vendos me Elhajdën, ose mbaj ose do të ketë një problem që ky njeriu nuk më flet gjatë gjithë provave, është e pamundur, më fliste vetëm të premteve kur ne kishim shfaqjen. Domethënë, nëse ti mendon që unë dhe Ledi kalonim duke bërë duke bërë duke prekur kështu fare, Ledi vinte aty me ato vetullat e ngrysura që s'duket nga botoksi, po i disciplinuar dhe unë vdes për disiplinën, sigurisht, e morëm vesh gjithë tashmë, i disciplinuar, fillonte, ngrofje, okej, tani kemi hapat e para, tani kemi... po duke që të pëlqeka pra në metodën shqiptare, balkanike... Po, dhe kjo gjë, ky miksi shqiptar me pak rus brenda, mua më bërë se Ledi është rritur në Azerbajxhan, në ish bashkimin sovjetik, dhe flet rusisht dhe është rritur me atë lloj disipline në kërcim. Dhe ky miksi mua më çorientoi fare, thash, çapo ndodh të, ku jemi mëlla. Edhe pastaj filloi kërcimi, çdo njeri nga nata e parë mendoi që unë dhe Lediani ishim të lidhur. Ndërkohë Lediani ishte në punë vet, unë isha në punë time. Po kur nga cila natë u lidhët ju? Tani të them edhe orën. Jo nga nata, domethënë jo natë intime, por në natën e spektaklit. Po ja tani do dhe pak do festojmë 3 vjetorin, do dhe pak. Ose mos bëj llogarit të fare kështu. Çfarë fustani kisha veshur unë kur u lidhët ju? Ishte lelati, mbaj më fustani Valdinit. Si është puna në femrave, mbaj më nga veshja. Si i kisha flokët? Ja, kur ta bëj publike për vjetorin do. Po mirë, domethënë ju domethënë ai nuk të prekte ose të prekte në do ta mande këmbë ose pun nga ai prekte shumë mirë që po si do të bëj ajo gjë që më pëlqen shumë që rozove ti poshtë kështu të mbajt atë në moment. Po jo, puthja thua ti. Vaj të merresh Adelina do. Po pse shumë e bukur ajo. Unë kam marrë në emision të ngroh sepse kënga e këngës magjike ishte ngrirë. Tani është drejtore artistike, prap drejtore. Esmeralda vdes në fund. Misioni im është ta shkri pak me rigorozitetin me orarin me këto gjermane. Pra, jo, ai puthja, pra ku ndodhi në një kështu? Ka ndodhur kur e bukur shumë. Nëse mirë do ta them. Sa jeni zyrtarizuar ju. Jemi zyrtarizuar. Edhe po bot fëmijët ato po e ndjekën, është diçka e bukur, romantike. E bukur është e vërtet. Madje kemi menduar shumë herë nëse do bëjmë fëmijë do i themi jemi një orë këtu sa bukur isha. Nëse atëherë ndodhi gjatë provave nga mesi spektaklit, nëse nuk gabohem. Ishte një ditë që duhet të rinim gjithë ditën në top. Unë dhe Ledi nuk flisnim, vazhdonin të mos flisnim, por këtë ditë ai ishte shumë i lumtur. Edhe vjen tek unë, më thot, a mund të vit marr me që kemi pak kohë të lirë, kemi një 1-2 orë, ose rrim të ikë në Tiranë, nuk kemi kohë për të ikë në Tiranë për të nejtë me pushun në shtëpi, se ti e di kishim prova paradite mas dite, pastaj kishim në prova generale në sallë. Tha, me që edhe në sallë mbaruan provat, mos rrim sallë gjithë ditë mbyllur, ikim pimi kafe, të marrë me makinë, ikim pimi kafe këtej afër. Edhe unë i them, po mirë, shumë mirë. Unë vjen nga një mentalitet shumë, tashmë që jetoj më tepër në Tiranë, kam kuptuar që janë disa gjëra që edhe duhet bësh çik kujdes. Dhe i them Ledit, po mirë, hajde ikim pimi kafe. Në fund ditës ishte partneri im, ndanim çdo ditë provat, ç'të keq e ka. Edhe Ledi në këtë ditë ishte shumë i lumtur sepse aty më rrëfen gjithçka, më thotë që Elhajda unë nuk jam në një lidhje. Ka ndodhur si ka ndodhur, nuk dua ta prek këtë gjë, as pak për respekt personit, në fjalë. Unë për ty kam ndjenja sa
nuk di më as vetë ta mbaj, nuk më kërcehet, s'më hahet, s'më pihet, nuk mundem më, tha, unë duhet të ta them, unë nuk mundem më, do më thënë, nëse ti më thua që ndjen gjysmën e asaj që ndjej unë do të bëj njeriu më të lumtur në botë, vetëm thuaj që ndjen atë që ndjej edhe unë. Edhe aty unë isha Sa i ka dhe diçka për ata që nuk e njohin. Se Ledi është shumë simpatike, shumë king. Por balerinët kryesisht në prerje, përveç ja 2-3 syresh, dhe më shumë në botë, këtu më pak, sepse kemi dalë nga një sistem tjetër, janë edhe shumë femror, shumë të butë, edhe jo se janë të tërë homoseksual, por që janë femror, janë nga natyra, nga lëvizje, nga këto. Po, patjetër. Dhe ky duket sikur zbriste nga motorri dhe kërcete, dhe kishte një lloj ashpërsie edhe kur fliste, kishte një, kështu që kur e ka bërë gjithë fjalim më pëlqen. Kur e ka bërë gjithë këtë fjalim. Se është pjesa femrore ajo romantike e tij. Po, dhe e bëri gjithë edhe Ledi me mua, faktikisht është një ndër gjërat që unë e dua më tepër. Dhe duhet ja kujtoj vetes këtë gjë më shumë, është se sa herë shoh sa herë shof dhe njerë bëm egoiste duke menduar jo po unë bëj skenat, jo po unë bëj këtë, jo po unë bëj atë, ti qa bën dhe kemi zënjet tona si çdo çift. Po sa herë shof edhe e shof që ai hyn tek e njëjta dhomë që jam unë, i ndrin syt akoma pas 3 vitesh edhe më bën me kuptu që është shumë e thjeshtë. Është më thjesht se ç'mendojmë. Po është e vështirë për njerëzit që sa tashi që kisha frikë që Elhajda do fliste, e kisha shumë por që do qaja nuk ma mori mendja. Bo Dalina. Janë fjalë zemre Elhajda, janë fjalë zemre se juve të profesionit dhe kur jeni në kontroll të plot e keni përfshi dhe veten në shumë raste, ne duam që të themi ato që duhet të themi dhe kemi shumë harta dhe shumë grafika dhe shumë strategji në kokë, po ndonjëherë këto janë fjalë të zemrës, kështu që thosë the most beautiful, ta themi anglisht më e bukur. Edhe unë e kam parë në fakt, kur erdha takova vitin e kaluar, Ledi ishte gjithkohë, se pastaj edhe para disa muajsh kur takuam në një studio të Albani bashk, Ledi të shen në sy realisht edhe të adhuron, edhe kam përshtypjen që adhurimi atje jo vetëm për njeriun që je dhe në ato ftohtsinë tënde, jo rigorozitetin, po dhe faktin që ndoshta ka atë pasionin që edhe ai e ka, domethënë e ndajmë shumë këtë gjë, pasionet e duam shumë, unë vdes se si ai kërcen. Vdes i them mos ndalo kurrë të kërcyer, sado që ai ka hapur një rrugë tjetër, biznesi etj, sepse mosha që kemi nuk na lejon të bëjmë profesionin që kemi deri në vdekje. Ka hapur një pasion tjetër të vetin që po ecën shumë mirë, faleminderit Zotit. Por unë du ta shoh të kërcejmë, du ta shoh të djersitë, du ta shoh të kënaqet, sepse kur flasim për kërcime, është tjetër njeri, është një Ledi që kam njohur në fillim, edhe ai do të më shohi duke kënduar, sepse thot, ti e ke gjithën këtu, nuk mund të ndalosh, është e gjitha gjëja jote, dhe më shtyjmë shumë njëri tjetrin te kjo gjë. Po ajo më ngeli në mendje se është vuajtja, them, është të duash të bësh një gjë, ta duash me shpirt të bësh një gjë në karrierë, sidomos në art. Në të gjitha, nuk do të edhe në mjekësi edhe kudo. Ka njerëz që realisht e duan shumë atë dhe harron që habitesh që paguhesh për atë punë. Habitesh. Do thënë, kam përshtypjen aty kur mbaron kënduari dhe të vinë lekët, ti thua, "Ok, lekët do të vinë dhe ato marrëveshje do t'i bësh." Po. Po mora lekë, domethënë këtë gjë që ne bëjmë me qejf. Dhe është një smundje shumë e bukur. Të jep Zoti ca dhun ti, po nga ana tjetër është dhe një mallkim i vogël që ka lidhje me atë fjalinë që the ti, që kur u dashuruam the rash pak në performancë, the mos kjo dashuria. Si ja bën kësaj se kjo në një lloj forme unë mendoj dhe për veten time më ka qenë një shkak i divorcit. Po ta shohësh në Sere në karrierë? Jo, nuk është se më ka ashtu. Po fakti është që unë kam një pasion shumë të madh për këtë dhe është për gjëra kur shkruaj, kur futem në një botë dhe nuk ekziston asnjë, më beso, është e vështirë, nuk ekziston asnjë. Dhe unë mund të rri pafund dhe mund të më thënë çdo gjë aty. Më thënë dhe kjo gjëja, dhe kjo studio, dhe këto koltukut, dhe kjo vilë, dhe ku jam, e dashuroj dhe nuk e di si është për ty kjo. Çfarë të bën dashuria me sa e vështirë është, sepse ti ke një karrierë që je dhe jashtë.
Në marrëdhënie me Ledin. Na e ka bërë shumë të vështirë Dalina, nuk të moj që viti i fundit ka qenë shumë i vështirë për të dy ne. Ai ka impenjimet e tija këtu në Tiranë, unë kam kontrata që si ndaloj dot, I kam firmosur me vite, kam kontrata deri në fund të 2027-s, imagjino, që është me extension që mund të vazhdoj. Nëse duam të krijojmë një familje, nëse duam të krijojmë diçka një më stabil, është shumë e vështirë. Më ndikon kemi netur në telefon non-stop, po të mungon aroma e njeriu, të mungon të ndash. Gjithçka do t'i bërtasësh në fytyrë ndonjëherë, jo në telefon. Do edhe ai ke nevojë ta shohësh, ta prekësh, sidomos bota e teatrit është shumë e vështirë sepse ke çifte gjithandej rreth e rrotull që nuk respektojnë edhe çiftet e veta që I kanë në një anë tjetër të botës. Është shumë e vështirë. Nuk e di si do ja dalim, me Ledin kemi thënë që ky viti I Italisë do na ndihmojë shumë, bëjmë plane gjatë gjithë kohës kur takohemi. Do e shohim, ka ndikuar, nuk them që s'ka ndikuar, por ja, kur ka momente si ai që emocionohem vetëm kur mendoj se si më sheh edhe më shkruaj tek ditari im sot Ledin pa në këtë lloj mënyre dhe e bëj. Ke ditar? Kam 1 milion ditare. Çfarë thua? Shkruaj çdo ditë. Sa mirë të bën kjo, të shkruash. Kjo është një mrekulli, Ja sugjeroj çdo njeriu të shkruash çdo ditë. Edhe gjërat që s'kan rëndësi për ty, vetëm të mbushësh faqe, se do dalin, të nxjerr shpirtin, të nxjerr zemrën. Dhe pastaj ti e kupton veten nëpërmjet atyre gjërave që dalin inconsciamente, e kupton. Gjithsesi, hey, jemi njerëz, jemi human, gjithçka mund ndodhi në jetë, por ne për momentin duhemi dhe kjo punë ka marrë fund. Shikoj, më pëlqeu kjo ditari sepse duke thënë faktin e familjes që ishe rrallë, ke vllajin, nuk përmende shumë mish nga Shqipëria se dhe ndoshta duhet kesh, po jeni ndar herët. Pa ka shumë pak njerëz që ke një ditar ku shpresh, ku ndahen gjërat. Dhe pjesa tjetër pastaj duke lexuar, duke bërë një lexim tash I fallxore, edhe të ndjen në fund. Pra duke të dëgjuar ty dhe duke të njohur ty, edhe duke të përmendur disa herë këtë pjesën tënde të ftohtësisë apo të distancës që krijon me njerëzit, ky editarit është shërimi yt. Yes. Është komunikimi yt, që nuk e dia dhe tash make sense, domethënë tani të ndërtova tamam në kokën time. Tani e kuptove. Make sense, ajo zhdukja që ke ti që ke sin kontroll. Në gjithë të kontroll, unë mendoj që është e vështirë, po Zoti të sjell dikë që të shfazon pak, se duhet të ta sjelli diku, se si ti je me veten tënde shumë. Të jesh në kontroll do thotë të jesh me veten tënde domethënë nuk ka psikolog, atë që po bën ti, në të gjitha e sugjerojnë të tërë. Aktivitetin fizik e ke, ushqimin e ke, familjen shoqyre ke mirë, ke një vllaku diu. Karrierën e ke, domethënë je nga ato shqiptare, po fus në rangun patjetër që je në Ermolela Jao apo Samir Pigur që vazhdojnë, janë realisht aty ku janë dhe kanë agjendat, po ty pyesin se kështu matet edhe suksesi I shtetit I artit. Jo këndova një herë dhe u zhduka, apo mora. Jo, ju keni me agjenda deri 2020 ca. Pra atë që ke dashur, ke dhe planet të tjera, por ke arritur një sukses, e ke një sukses të qartë, e ke shumë të qartë suksesin. Këtu të presin, pavarësisht atyre budalliqeve që ndodhen me historinë, të presin jo me këmbë të para, por me duar të hapura, të pret në RTS të japin një festival, e realizohen me sukses, çmimet të para të kemi dhënë, çmimet të dyta kur ke fituar një dashuri, prap ke marrë një çmim të parë në një vend, apo ke fituar një eksperiencë fantastike, pra ke të gjitha gjërat në çdo lloj formati, libër, frymëzimi ke në rregull. E po diku duhet të shfazohesh pak shpirt, kështu që ndoshta kjo është ajo pjesa. Kjo është në pjesën e Okay, I'll take it. Në shfazimin se ndoshta Ledi e keq kupton do çfarë bëj që e shfazoj. Por edhe ato pjesë kur merr telefon kur s'njeh orare, ndoshta duhet të çikë në Gjermani gjermanifikimin tënd, duhet pak një mesdhe të Po, të më ashtu. Se çdo njëri tjetër edhe në mesdhen e ti duhet që çik gjermanifikimi. Po, atëherë, si mashkull që është shqiptar, I bëjmë thirrje Ledi më kam shumë gjatë. Edhe prandaj kur I them, ndoshta ai thotë po e thua në kështu publikisht, po unë e them se edhe i njoh. Që në Gjermani, ai është gjerman në punë, ai ka qenë realisht. Ai është ajo gjem ka dashur. Patjetër që është gjerman në punë, ai nuk të falte fare për atë pjesën, por
është pak e vështirë, po besoj që duhet patjetër nga të dy palët që të jetë i njëjtë interes. Dhe kur ka dashuri aty dhe interes për bërë një gjë përbashkët, ndoshta edhe gjithçka bëhet më mirë. Është pak e vështirë për gratë që janë dhe lëvizin në karrierë. Një përqindje shumë e vogël në fakt janë në lidhje të martuar. Por tash e fundit ishte Nicole Kidman, që thash që po bënte aq shumë filma dhe tha një ishte shumë e bukur. Nicole Kidman u nda tani. Po pash. Dhe e pesha kontrate. Është desë të qaj prapë atë kontratë. Ajo është nuk e kuptoj shumë njerëz atë. Besoj ti e kupton atë kontratë. Ajo është të shpëtosh mashkullin që ke afër. Është fucking crazy. Sepse ka gra të tilla që nuk kuptohen. Gjithë jemi ashtu. Ka gra idiote. Ka shumë gra idiote, të suksesshme. Të suksesshme. Po janë idiote, dashurisht. Dhe unë njoh shumë. Sepse asaj ti është lek për atë. Është lek. Dhe ajo e bën izi. Ajo s'është asgjë, e bën izi leku, nuk e ka problem. Nuk është ai është lek. Dhe është e çuditshme që ajo i tha ti lëre për lek, ndërkohë që ai duhet kishte forcën që ta lë vet. E ka parë, vaj për atë është lek. Po më bëri përshtypje sepse vitet e fundit ai po bënte më shumë filma se ç'duaj. And that's a reason. Shumë filma. Dhe kur bëri filmin e fundit Baby Girl, që ishte atë do ta shohësh. Do ta shohësh. Kur bëri pash këtu asnjë se pëlqeu, thash unë do rriteni ta kuptoni, se janë 20 dhe se kuptuan. Tash më vonë e kuptoni. Kur bëri Baby Girl, ishte një film që ajo u vdes për atë sa e respekton rolin si aktori. Shkoi deri në fund aktrimit. Çfarë do të ishte ai? Nuditetit, çdo gjë, seksualitetit, ai është aktore. Dhe unë prapë thash, wow, çfarë bashkëshorti, se sado artisti jesh, ti e di shumë mirë, ke parë dhe francez dhe italian, muhabetit ja njësoj në shtëpi. Absolutisht. Muhabetit ja njësoj. Vlendeta ashtu këtë. E thash, u nda dhe ajo. Edhe thash, suabita, mërë di keq. E thash, sa e vështirë është. Dhe më thënë ti po thua, predikimi yt është femrat në karrierë sa më pak janë të martuara. Jo, nuk është predikim. Jo, është statistik. Femrat të suksesshme në art. Por ka diçka që mashkulli vetë, edhe kjo është thirrje për të gjithë meshkujt, duhet ta njohin atë që kanë përballë, që nga dita parë, dhe them që meshkuj nga pasiguria, kur krijojnë pasiguri, pra mashkulli është shumë rahat me vetën e vet. Shumë rahat me vetën e vet edhe të mundohet. Unë them që femrat shumë të suksesshme nuk presin ato që i kanë dalë vetë zemra, nuk bëjnë llogaritje, dua këtë, më marr mua Louis Vuitton, nuk e bëjnë këto llogaritje. E sidomos të artit, ndonjëherë kështu i pëlqen të kenë një të pushtetshëm që ndoshta duan përgëdhele me një avion private, me një gjë ndonjëherë se ndoshta edhe e meritojnë kështu se i vjen dhe bota, që e meritojnë ndonjëherë atë avionin, 2 herë, 3 herë, por në fund të ditës duan atë që duan të tërë, duan që të rritemi bashkë. Të rriten bashkë, të zhvillojnë bashkë, forcojnë bashkë. Edhe tjetë dhe nga ana tjetër lufta. Lufta më mos jetë, pra ti mund të kapësh skenat e Shangaj, tjetëri ndoshta s'ka ka diçka tjetër, por të jetë gjithmonë të çohet me një motiv. Gjithmonë është ai motivi që çohesh për të bërë edhe për të luftuar. Është e vështirë. Dhe të keni të njëjtat ritme deri diku. Ritmet janë shumë të rëndësishme në jetë, qëllimet, motivet. Unë do kap këtë, ti do kapësh këtë, që motivi kryesor na çojë këtu. Që motivet janë të përbashkëta, jo veç e veç. Ajo gjë është e rëndësishme për mua. Kaluam shumë emocione për gjatë intervistës. Po tani do sjellëm ca emocione të reja. Para disa kohësh u takuam bashk, sepse ti je duke përgatitur një album. Unë i dëgjova këngët atëherë, më pëlqen shumë. Dhe është një album i gjithi me Armendin? Me Armendin dhe Aidën. Pa, e vërtet. Me Armendin. Kishte kohë që punoj për këtë album? Si të erdhi? Kisha një vit që punoja për këtë album, është bërë më shumë se një vit tashmë. Doja t'i publikoja përpara festivalit 63, por nga angazhimet e shumta, nga e gjithë puna e madhe për festivalin 63, pra festivali i vjetshëm, ishte e pamundur që ne t'i nxjerrnim të gjitha me video, me gjëra, me gjitha që kisha në mendje, kështu që thash, okay, merre me qetësi, nuk është se ti po nxjerr këngë ditë pas dite që thonë njerëzit po kjo, kështu që e mora me qetësi dhe po mendoj ti publikoj tani para festivalit të 64-t.
A do I publikosh se si sa erdhe nga ishe se ulishe nga do ikesh prapë në Paris? Jo, jam këtu deri në 10 orë, nuk lëviz. Deri në 10 orë, okay. Unë I kam këngët edhe I di dhe po dëgjoj edhe sot në mëngjes, kështu që do më japësh leje që ti luaj pak. Okay. Do të filloj njëherë nga kënga që ka dalë. Lotë Diamant. Pasqyra Mbretreshës. Pasqyra Mbretreshës, po. Është kënga që këndova në finalen e festivalit vjet. Kjo është shumë Aida Armend. Më pëlqen fillimi shumë. Ka 3 ditë që dim për ne, 3 ditë në fal, ditët e goditjeve, të pryllave, isha aqe ledatuar, ta shërmimin e dënuar. E mësuar jam, të kem shkaduar, të fitoj shëna ime, të buret me mua. Të jam fjalë nga ditari im, a? Sa do të prandaj po ta e bëra kështu me gisht. Shumë e sinqertë ishte kjo hyrje. Po. Ishte mbas Dancing with the Stars? Po, ishte mbas Dancing with the Stars, sepse ishte dedikuar publikut që pas shumë momenteve dashurie vendosi që të më thoshte mjaft, nuk e ajo vajza që kemi menduar. Edhe unë frika ime që mamit jam gjithmonë ajo që mami mendon jam më mira, që babi më lavdëron, që nuk dija më ku qëndroja në botë. Ke parasysh edhe më thehet bota praktikisht dhe kthehem në një tjetër person. Kjo është Sorry të ndalova se po më pëlqen edhe do të thënë historia jote eri shumë bukur edhe është pena e Aidës pastaj edhe Armendit që e qajnë atë pjesë. Absolutisht. E ka sidomos për dhimbje. Unë I dua shumë të dy, por që është qef kur vazhdojmë punojnë ata të dy, është shumë qef gjithmonë, se sjellin gjithmonë këngë shumë bukura edhe me tekst dhe e di që janë ndryshe. Nuk ka askush në vendin shqiptar që mund të bëjë muzikë si bën ata dy. Po, do kaloj tek Lotë Diamant, pastaj unë kam më pëlqen shumë fillimi I kësaj këngës, sa I bukur të dëgjoj edhe një herë. Më pëlqen shumë, sepse kur kam dëgjuar më ka ngelur në mendje. Kjo këngë është bashkëpunim me Don Fenomen. Don Fenomen. Ti zemër lotë tu tërkaj shëndi amante, ti është e sile dhe kriminelët. Ama, dhe një prekje, ama, kremin, kondër tjetjes. Këto janë ekskluzive që po I dëgjoni sot për herë parë, kështu që ta dini, janë ekskluzive ishin në celularin tim dhe nuk ishin për intervistën, po tash unë I thash me që I kam në celular. Do I nxjerr, se kryesisht nuk të japin këngë në celular. Elhajda e bëri dhe I thash me gjithë mirëbesimin unë nuk do të jap njeriu, s'ka problem, por ja tregoj të gjithë. Kështu që mos më jepni me one time. Prisë që ka një moment shumë të bukur të që më qeshur. Po jo mos e çete ka ajo se nuk dua të dëgjohet ajo gjëja. A s'do të dëgjohet ajo? Mirë, shumë e bukur ajo, mos e dëgjoni. Ai është shumë e bukur, mos e dëgjoni. Shko tek dhimbja ime nga Tirana, te surpriza e featuring apo? Po, featuring. Shkoj aty, pa. Atë vikesh atë kujtojmë, dhimbja ime nga Tirana, pësëritet historia. Pas kësaj më duket. Pas kësaj është direkt. Dhimbja ime nga Tirana. A që e njëri të tërë është MC Kresha? Yeah, baby. Kush është dhimbja nga Tirana? Oh. A ditar është dhe ky apo jo? Jo, se besoj. Besoj që është një shkrim I dedikuar nga Aida dhe Armendi që s'ka lidhje me diçka time. Po që Aida dhe Armendi çfarë dhimbje keni në Tiranë? Ditët e fundit. Mund ta dëgjojmë të? Se unë harrova të marr dhe leje ty. Kjo është me Olsi Bulikon. Vërtet.
Edhe ai ishte në hip hop besoj Olsi këtu. Okej. S'ke bërë shumë featuring. Çfarë bash bën featuring, po. Jo ti ke bërë cover të Florit, të këngës së Florit që bëra atëherë, kështu kret rastisht ishte surprizë shumë e bukur fakt ajo, ishte super Më inspiroi surprizë. shumë kënga e tij. Të nesër shkova në studio në Itali dhe thash shuna duhet ta bëjmë këtë gjën piano e zë, I love it. Po, shumë e bukur ajo. Po kjo është hera e parë që bën featuring. Po me Olsin si u lidhe? Miki i ngushtë i Ledit. Okay. Solly the streets. Pak streets tek tash unë ajo çorientimi lezetshëm që i duhet dhe artit. I duhet. Kjo është dhe kënga 1000 shishe dhe kjo është shumë e bukur. Kënga më pëlqen shumë. Edhe unë e dua shumë këngën. Kjo është më Ballkan, më Po. Si kon grekët kardhia. Po. Në zemër. Kjo është për një ndarje. Ta ul vazhdim. Goca bën sikur nuk i bëhet vën fare për faktin që janë ndar, edhe i pyet shoqet e vet, ai thotë a e pat, ai tha që nuk e du fare, se s'më intereson fare më për atë, po në të vërtet, kjo kur është vetëm pi, edhe Dhe që s'pi dhe jam. dhe unë nuk pi, dhe kënga titullohet 1000 shishe. Thoni shumë mirë jam aty, ë? Ta, po shumë mirë. Thoni shumë mirë jam. Për 1000 shishe të zbrazuar. That's it. Tamam hall, se thash hall Ballkanas, hall me alkool, me vetmi, me lot, me qarje, po është shumë i bukur. Dhe në fakt këto janë këngë. Edhe bashkëpunimi patjetër që këngët kur bashkëpunon me ke pas dhe Darko Dimitrov. Darko Dimitrov është orkestruesi. Po orkestruesi, po që edhe ai është ai është një legjendë në botën e orkestrimit patjetër. Kështu që në ato treshe bashkë me ty, domethënë këto janë krime klasike që të rezistojnë kohës. Shpresoj që njerëzit i duan, të jenë këngë të mira, i kanë bërë para pak kohësh, kështu që nuk janë të freskëta, por asnjëherë nuk i dihet. Domethënë gjen gjithmonë publikun që i duan. Këto lloj këngësh mund të, prandaj ndoshta ke marrë dhe me qetësi se këto lloj këngësh mund të dalin kudo. Janë për dimër, shtrohen, po për shembull 1000 shishe dëgjon dhe në verë, për shembull aty në Bregdetit vetëm, kështu që kërcen, ose me ndonjërin është shumë e bukur. Unë do doja të shija në një klip që të kërceje, se mund të kërcesh të këngë. Nuk e di çfarë ide ke për klipin, por të shohim tani. Dhe duhet edhe një çik të merr mall dhe për kërcimin, ti thua unë kam ardhur me këngë në këtë botë, por edhe ai pjesa e kërcimit, ndoshta me gjysmën tjetër. Më merr mall, e vërtet. Unë kur kam dëgjuar të këngën fakt kam menduar te kjo 1000 shishe, kam menduar i të dyve. Duke kërcyer. Një kështu si kërcim, edhe si kërcim. Si tango, Jo shumë profesional. Jo, koreografi. Sigurisht i lëshuar trupat njëri tjetrit, domethënë që është dhe balet, s'është kështu edhe. Okej, Kontemporan. Nëse këngët janë shumë të bukura, këto besoj të dalin para dhjetorit. Nuk e kemi datën. Faleminderit që më lejove që ti dëgjojmë pak të gjithë. Kënaqësia ime. Edhe para, tash është koha që nuk presin njerëzit për klipe, thjesht i dëgjojnë. Më vjen shumë mirë, pëlqeu shumë, të gjitha më pëlqeu shumë. Kjo 1000 shishe kur ta dëgjoni më kujtoni mua edhe pse as unë s'pi alkool. As unë dhe Lajda. Faleminderit për rrëfimin tënd. Faleminderit, u ndiva shumë mirë. Edhe unë ndiva shumë mirë që je dhe unë mendoj që ti meriton çdo lloj suksesi nga ata njerëz që nuk asnjëherë nuk kanë qenë çështje fati, fitoret e tua shpejt e para s'ka qenë kur fat. Domethënë duket njohur ty dhe duke dëgjuar ty sot është absolutisht një punë rigoroze dhe një talent që ta ka dhënë Zoti dhe për ta mbyllur nuk ka harroj kur, ka qenë nga momente më të bukura dhe kam darë në Anabel atëherë, kam qenë në Dërmi, sa filloi live se ke qenë shumë punëtore. Këndoje pafund kudo. Dhe isha në Dërmi te një resort aty në Drimadhes. Dhe kisha gocën e vogël, por rria në dhomë dhe dëgjoj një live. Thash, ore kush është ky njeri? E para një repertor fantastik, që unë dëgjoja gjithmonë të njëjtat këngë anglisht, një repertor fantastik, thash, ç'është ky njeri në live që është tingëllon kështu si se ne kemi atë shprehin si studio, po kush është kjo? Edhe ishe ti, edhe direkt thash, ore kam dëgjuar
I vajz live, i thash ishte jashtëzakonshme, e Lajda nuk e di, vajzë, thash e Lajda nuk e maj mund tamam, por shkova direkt thash, wow, ishte, do thaj zëri thash smooth, ishte fakti deti dhe zëri yt edhe deti dhe çdo gjë dhe ishte një lloj butësie të rëshkista ai zë live, është fantastik. E kam dashur gjithmonë këtë punë dhe s'besoj se do mbaroj ndonjëherë, së dashuri. Po, dhe ma të kontrolin që ke ti. Me pak shfazime her pas here, Lajda. Po, prap do me thënë, atë që ke, mos e hum kur, sepse është suksesi, pika jote e fort, mund t'jetë edhe pika jote e dobët, por fund ditës ne kemi veten, edhe vetja jote është, thash, meriton çdo bekim. Ti gjithashtu, është podcasti i parë që bëj, para timit, se do bëjmë një podcast për festivalin, por e bëjmë me kënaqësi më të madhe sepse kam shumë simpati për ty, për punën tënde, për gjithçka që ke bërë në gjithë këto vite dhe e bëra me shumë kënaqësi ta ndaja skenën me ty sot. Falenderoj shumë. Faleminderit. Ándale.